Einstein i dikur tha se nëse një ide nuk të duket e çmendur në shikim të parë, atëherë nuk ka shpresë për të. Por ka diçka edhe më të çmendur se idetë e Einsteinit. Dhe ajo është kur institucionet më serioze shkencore të botës fillojnë të planifikojnë gjëra që tingëllojnë si fantashkencë, por janë dokumentuar, financiara dhe ekzekutohen hap pas hapi pa e njoftuar askënd. NASA, agjencia hapësinore që çoi njerëzit në hënë që fotografoi buzët e vrimave të zeza që dërgoi robot në Mars, kjo agjenci ka një plan. Dhe ky plan nuk është thjesht të vizitosh Marsin. Ky plan është të dërgosh njerëz atje dhe të mos i kthesh kurrë, jo sepse diçka do të shkojë keq, por sepse kjo është plani. Tani, ndërsa ti e ulur dhe dëgjon këto fjalë, diku në një zyrë të NASA-s në Houston, Texas, inxhinier me doktoratura nga universitetet më të mira të botës, MIT, Caltech, Stanford, po shqyrtojnë dokumente që quhen me emra teknik si Evolvable Mars Campaign dhe Mars Design Reference Architecture. Këto nuk janë ëndra, janë plane operatavi. Kanë faqe, kanë buzhete, kanë afate kohore. Dhe brenda tyre fshihet një e vërtet që pak njerëz e kanë lecuar deri në fund. Kolonistët e parë të Marsit do të nisin me dijeni të plot se nuk do të kthehen kurrë në tokë. Mendoje këtë për një moment. Ke parë filma ku astronautët shkojnë, eksplorojnë dhe kthehen. Apollon 11, Apollon 12. Njerëzit shkuan në hënë dhe u kthyen. Kjo është historia që njohim. Por Marsi nuk është hëna. Hëna është 3 ditë larg me raketë. Marsi, në momentin më të favorshëm orbital, është 6 muaj larg, dhe kjo vetëm kur planetet janë të rreshtuar sakt, gjë që ndodh çdo 22 muaj. Kthimi nga Marsi nuk është thjesht çështje karburanti, është çështje fizike, biologjike, ekonomike dhe, siç do ta shohim, politike. Paradoksi qëndron pikërisht këtu. NASA është institucioni që ka ndërtuar reputacionin e saj mbi kthimin e sigurt të astronautëve. Motoja e tyre e pashkruar ka qenë gjithmonë. Çdo njeri që niset, kthehet. Apollon 13 u kthye, edhe pse gjithçka shkoi keq. Challenger dhe Columbia ishin tragjedi, jo plane. Por tani, po flasim për diçka krejtësisht të ndryshme. Një mision ku mosardhja kthehet është e planifikuar, e llogaritur, e pranuar si kusht bazë. Si mund të jetë kjo e mundur? Si mund të jetë kjo etike? Dhe pse NASA po e bën? Le të fillojmë nga e para. Jo nga dokumentet sekrete, jo nga filozofia e sakrificës, por nga diçka shumë më e thjeshtë. Nga ajo që di çdo fëmijë 9 vjeçar që ka parë një foto të Marsit. Planeti i kuq është i bukur, por është vdekje prurës. Marsi ka një atmosferë, por kjo atmosferë është 100 herë më e hollë se ajo e Tokës. Nëse do të qëndroje në sipërfaqen e Marsit pa kostum, mushkëritë tua do të shpërthenin brenda sekondave, jo sepse nuk ka oksigjen, por sepse presioni është aq i ulët sa gazrat e tretur në gjakun tënd do të fillonin të bëheshin fluska. Kjo quhet embolizëm gazit dhe është mënyra më e shpejtë dhe më e dhimbshme për të vdekur. Temperatura mesatare në Mars është -60 gradë Celsius, por kjo është mesatarja. Natën, në polet, bie deri në -130 gradë. Dita, pranë ekuatorit, mund të arrijë deri në 20 gradë pozitiv, por vetëm për disa orë. Dhe pastaj ka rrezatimin. Toka ka 2 mburoja, atmosferën dhe fushën magnetike. Marsi nuk ka asnjërin prej tyre, ose më sakt, ka mbetje të dobta të dyjave. Rrezatimi kozmik dhe rrezatimi solar bombardojnë sipërfaqen e Marsit pa mëshirë. Një astronaut që do të qëndronte 6 muaj në Mars pa mbrojtje adekuate, do të merrte një dozë rrezatimi ekuivalente me 500 herë dozën vjetore të lejuar për punëtorët e centraleve bërthamore. Kanceri nuk do të ishte rrezik, do të ishte siguri statistikore. Pra, si mund të jetoj dikush atje? Dhe pse NASA mendon se jo vetëm mund të jetoj, por mund të ndërtoj një qytetërim? Kjo është ajo ku shkënca bëhet mahnitse. Dhe kjo është ajo ku plani sekret fillon të marrë formë. Koncepti quhet terraformim, nga latinishtja terra, tokë dhe forma, formë. Kuptimi literal, ta bësh një planet të duket si toka. Ideja nuk është e re.
Shkrimtari i fantashkencës Jack Williamson e përdori fjalën për herë të parë në vitin 1942 në një tregim të shkurtër. Por shkencëtarët e vërtet filluan ta marrin seriozisht vetëm në vitet 70, kur Carl Sagan, astronomi dhe komunikuesi i madh shkencor, publikoi një punim akademik ku argumentonte se Venusi mund të terraformohet duke injektuar alga në atmosferën e tij. Sagan nuk ishte i çmendur, ishte i hershëm. Sot, terraformimi i Marsit nuk është fantashkencë, është inxhinieri planetare, një fushë e re shkencore me konferenca, revista akademike dhe financime qeveritare. Dhe NASA e di saktësisht çfarë duhet bërë. Problemi nuk është njohuria. Problemi është shkalla dhe koha. Hapi i parë i çdo plani terraformimi të Marsit fillon me diçka që ne i njohim si armik, dioksidin e karbonit. Atmosfera e Marsit është 95% dioksid karboni. Kjo tingëllon si lajm i keq dhe për frymëmarrjen njerëzore është. Por për terraformimin është piknisja e përsosur. Dioksidi i karbonit është gaz serë. Kjo do të thotë se mban nxehtësinë. Nëse mund të ngrohësh Marsin mjaftueshëm, dioksidi i karbonit i ngrirë në polet, i quajtur kapak polar jugor, do të fillojë të avullojë. Dhe ndërsa avullon, do të ngrohë planetin edhe më shumë. Kjo quhet reagim pozitiv, një zinxhir ngjarjesh ku secila shkakton tjetrën duke u përforcuar vetë. Shkencëtarët e NASA se kanë llogaritur. Nëse mund të rrisësh temperaturën mesatare të Marsit me vetëm 5 gradë Celsius, do të nisësh një proces që do të vazhdojë vetë për qindra vjet. Por si e ngroh një planet? Kjo është ajo ku inxhinieria bëhet epike. Një nga propozimet më serioze, dhe kjo nuk është fantashkencë, është publikuar në revista si Nature Astronomy dhe Acta Astronautica, është vendosja e pasqyrave gjigante orbitale. Jo pasqyra si ato në banjë, pasqyra me diametër prej disa qindra kilometrash, të bëra nga materiale ultra të lehta si milar, të vendosura në orbitë rreth Marsit, të orientuara për të reflektuar dritën e diellit drejt poleve. Kosto? E pamatshme me standardet e sotme, por jo e pamundur me standardet e viteve 1000 e 2050. Propozimi tjetër vjen nga një ekip shkencëtarësh të Universitetit të Harvardit dhe Universitetit të Kolumbias, i publikuar në vitin 1998. Bombardimi i Marsit me asteroid të pasur me amoniak. Amoniaku është gjithashtu gaz serë dhe asteroidet e duhur ekzistojnë në rripin e asteroidëve dhe në rripin e Kuiperit. Nëse mund të devijosh trajektoren e disa prej tyre, duke përdorur raketa bërthamore ose tërheqës gravitacionale dhe t'i bësh të godasin Marsin, çdo impakt do të lëshonte sasi masive amoniaku dhe do të ngrohte planetin. Kjo tingëllon si armë dhe në një kuptim është, por e drejtuar kundër ftohtit dhe boshllëkut. Propozimi i tretë dhe ndoshta më elegant vjen nga vetë NASA, fabrikat e gazrave serë. Makina të vogla të automatizuara të dërguara para njerëzve që do të merrnin azot dhe argon nga toka e Marsit dhe do të prodhonin gazra serë sintetike, si perfluorokarbonet, që janë mijëra herë më efektive se dioksidi i karbonit në mbajtjen e nxehtësisë. Kjo teknologji ekziston tashmë. Është e njëjta teknologji që përdoret në industrinë e frigoriferëve dhe kondicionerëve. Duhet vetëm të miniaturizohet, të automatizohej dhe të dërgohet në Mars. Por ngrohja e Marsit zgjidh vetëm një problem, dhe Marsi ka shumë probleme. Problemi i dytë është uji, dhe këtu historia bëhet edhe më interesante, sepse uji ekziston në Mars. Nuk është i fshehur, është atje, i ngrirë, i shpërndar, i dokumentuar nga dhjetra misione robotike. Orbita Mars Reconnaissance, e lëshuar në vitin 2005, ka hartografuar depozita të mëdha akulli në sipërfaqen e Marsit. Sonda Maven ka studiuar atmosferën dhe ka konfirmuar se Marsi dikur kishte oceane. Oceane të vërteta, me thellësi deri në 1500 metra, që mbullonin një të tretën e hemisferës veriore. Ky ujë nuk u zhduk. Pjesa më e madhe e tij u ngri dhe u fut nën tokë. Është atje. Pret. Kur Marsi të ngrohet mjaftueshëm, dhe kjo mund të marrë nga 100 deri në 1000 vjet në varësi të metodës, akulli do të shkrihet. Uji do të rrjedh, lument do të formohen, dhe ndoshta pas mijëra vjetësh, oqeanet do të kthehen. Kjo nuk është spekulim. Është fizik baze fazave të ujit e aplikuar në kushtet e Marsit. Por njerëzit nuk mund të presin 1000 vjet. Kolonistët e parë do të kenë nevojë për ujë tani. Ose më sakt,
brenda viteve të para të mbështetjes. Dhe kjo është ajo ku plani i NASA-s bëhet konkret dhe i detajuar në mënyrë mahnitëse. Dokumentet e brendshme të NASA-s, disa prej të cilave janë bërë publike nëpërmjet kërkesave FOIA, Freedom of Information Act, dhe disa prej të cilave janë analizuar nga gazetar shkencor si Casey Dreyer nga Shoqëria Planetare, tregojnë një plan me faza shumë të qarta. Faza e parë, dërgjimi i robotëve dhe makinerive. Faza e dytë, ndërtimi i infrastrukturës bazë, strehimoreve, sistemeve të prodhimit të oksigjenit, sistemeve të nxjerrjes së ujit. Faza e tretë, mbërritja e njerëzve. Por faza e katërt, ajo që zakonisht nuk diskutohet në konferencat e shtipit, është stabilizimi i kolonisë si njësi e pavarur. Dhe pavarësia do të thotë Jo varësi nga toka, jo varësi nga furnizimet, jo varësi nga mundësia e kthimit. Kjo nuk është teori konspirative, është logjik inxhinierike. Nëse ndërton një koloni në Mars dhe ajo varet nga furnizimet e tokës, atëherë çdo vonesë, çdo katastrofë, çdo krizë politike ose ekonomike në tokë mund ta vrasë koloninë. Kolonia duhet të jetë vetëm mjaftueshme, dhe vetëm mjaftueshmëria do të thotë se njerëzit atje duhet të jenë të gatshëm të qëndrojnë, jo si vizitor, por si banor të përhershëm. Elon Musk, i cili nuk është pjesë e NASA-s, por ka bashkëpunuar ngushtë me të nëpërmjet kontratave të SpaceX, e ka thënë hapur atë që NASA e thot me gjuhë teknike. Në vitin 2017 në Kongresin Ndërkombëtar Astronautik në Adelaide, Australi, Musk tha fjalë për fjalë: njerëzit që shkojnë në Mars duhet të jenë të gatshëm të vdesin atje. Jo sepse misioni është i rrezikshëm, edhe pse është, por sepse kthimi nuk është qëllimi. Qëllimi është ndërtimi i një qytetërimi. Kjo deklaratë u raportua nga mediat si provokacion, por nëse lexon dokumentet teknike, Mars Design Reference Architecture 5.0, i publikuar nga NASA në vitin 2009, me rishikime deri në vitin 2019, sheh se Musk nuk po provokonte, po parafrazonte. Tani le të kthehemi te paradoksi me të cilin filluam. NASA është institucioni i kthimit të sigurt, por tani po planifikon misione pa kthim. Si e justifikon këtë? Përgjigjja qëndron në një ndryshim themelor të paradigmës, dhe ky ndryshim ka ndodhur gradualisht, pa fanfare, pa konferenca shtipi dramatike, brenda korridoreve të qendrës hapësinore Johnson në Houston dhe laboratorit të propulsionit reaktiv në Pasadena, Kaliforni. Paradigma e vjetër ishte: hapësira është vendi i eksplorimit. Shkojmë, shohim, kthehemi, raportojmë. Kjo ishte logjika e Apollonit, e Shuttle-it, e stacionit ndërkombëtar hapësinor. Paradigma e re është: hapësira është vend i banimit. Shkojmë, ndërtojmë, qëndrojmë. Kjo ndryshim nuk është thjesht filozofik. Ka implikime praktike, etike dhe politike që ende nuk janë diskutuar plotësisht me publikun. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse quhet plan sekret. Jo sepse NASA e fsheh me qëllim, por sepse askush nuk ka pyetur pyetjet e duhura. Dhe sepse përgjigjet, kur i lexon, janë të papritura. Mendoje këtë. Ti jeton në një qytet. Qyteti yt ka ujë, ushqim, ajër, miq, familje. Tani imagjino se dikush të ofron mundësinë të shkosh në një vend tjetër. Një vend ku nuk ka asgjë prej këtyre gjërave, ku duhet të ndërtosh gjithçka nga e para, Ku nuk mund të kthehesh kurrë. çfarë do të duhej të premtonte ky vend për të bindur? Kjo është pyetja që NASA dhe SpaceX po u bëjnë vullnetarëve potencial. Dhe, kjo është pjesa mahnitëse, ka njerëz që po thonë po. Mira njerëz. Kur Mars One, projekti holandez i kolonizimit të Marsit, hapi aplikimet në vitin 2013, mori 250.000 aplikime nga 190 vende. 250.000 njerëz tanë: po, jam i gatshëm të shkoj dhe të mos kthehem kurrë. Mars One dështoi si kompani, falimentoi në vitin 2009, por ajo që zbuloi nuk ishte dështim, ishte diçka tjetër. Se dëshira njerëzore për të eksploruar, për të qenë i pari, për të ndërtuar diçka të re, është aq e fortë sa mund të kapërcej instinktin e mbijetesës. Aq e fortë sa njerëzit janë të gatshëm të lënë gjithçka, familjen, miqt, planetin, për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe.
Por le të mos romantizojmë, le të flasim për fizikën, sepse fizika nuk ka romantizëm, ka ligje. Dhe ligjet e fizikës janë ato që e bëjnë kthimin nga Marsi jo thjesht të vështirë, por pothuajse të pamundur me teknologjinë aktuale. Për të lëshuar një raket nga sipërfaqja e Marsit, ke nevojë për karburant, shumë karburant. Marsi ka gravitet, rreth 38% të gravitetit të tokës, dhe ka atmosferë, edhe pse të hollë. Kjo do të thotë se duhet të kapërcesh rezistencën e atmosferës dhe tërheqjen gravitacionale. Për ta bërë këtë, duhet të kesh karburant të prodhuar ose transportuar në Mars. Transportimi i karburantit nga toka është ekonomikisht absurd. Kostoja e çdo kilogrami të dërguar në Mars është, me teknologjinë aktuale, rreth $100.000 amerikan. Një raket kthimi do të kërkonte 10 ton karburant. Llogaritë vet. Alternativa është prodhimi i karburantit në Mars. Dhe kjo është e mundur, teorikisht. Procesi quhet elektrolizë e Sabatijeit. Merr dioksid karboni nga atmosfera e Marsit, merr ujë nga akulli nëntoksor, i kombinon me energji elektrike dhe prodhon metan dhe oksigjen, karburantin e raketave. SpaceX planifikon të përdor pikrisht këtë proces. Motori Raptor i raketës Starship është projektuar të funksionojë me metan dhe oksigjen të lëngshëm, pikrisht kombinimin që mund të prodhohet në Mars. Por kjo kërkon infrastrukturë. Kërkon fabrika, reaktor nuklear për energji, sisteme nxjerrjeje uji, sisteme pastrimi. Kjo infrastrukturë duhet të ndërtohet para se njerëzit të mbërrinë, ose ndërsa ata janë atje. Dhe ndërtimi i saj kërkon kohë, shumë kohë. Dhe gjatë kësaj kohe, Kolonistat janë të blokuar. Tani imagjino se je një nga ata kolonist. Ke mbërritur në Mars pas 6 muajsh udhëtim. Ke kaluar 6 muaj në një kapsul të vogël duke ngrënë ushqim të dehidratuar, duke bërë ushtrime 2 orë në ditë për të parandaluar humbjen e masës muskulore dhe kockore, sepse pa gravitet, trupi yt fillon të dekompozohet. Ke mbërritur, ke zbritur, ke parë për herë të parë me sytë e tu horizontin e kuq të Marsit, qielin e tij roz, rërën e tij të imët që mbulon gjithçka. Dhe pastaj ke kuptuar, nuk mund të kthehesh. Jo tani, ndoshta jo kurrë. Si ndihesh? Kjo nuk është pyetje retorike, është pyetje që psikologët e NASA-s po studiojnë me seriozitet të plot. Ekipi i psikologjisë hapësinore i qendrës Johnson ka kryer studime mbi izolimin e zgjatur, mbi dinamikat e grupeve të vogla në ambiente të mbullura, mbi efektet e distancës nga toka mbi shëndetin mendor. Studimi më i famshëm është HISEAS, Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, ku ekipe prej 6 njerëzish kanë jetuar në kupolat e izoluara në shpatin e vulkanit Mauna Loa në Hawaii, duke simuluar kushtet e një misioni marsor për periudha deri në 1 vit. Rezultatet janë interesante dhe shqetësuese njëkohësisht. Grupet e vogla të izoluara zhvillojnë dinamika komplekse, aleanca, konflikte, hierarki të pashpallura. Komunikimi me botën e jashtme, me familjen, me miqt, bëhet burimi madh stresi kur vonohet. Dhe në Mars, vonimi i komunikimit nuk është çështje preferencash, është fizik. Sinjalet radio udhëtojnë me shpejtësinë e dritës dhe distanca midis tokës dhe Marsit varion nga 3 minuta e gjysmë deri në 22 minuta. Kjo do të thotë se çdo bisedë me familjen tënde ka një vonesë prej 44 minutash, 22 minuta për pyetjen të arrijë, 22 minuta për përgjigjen të kthehet. Nuk mund të flasësh, mund vetëm të dërgosh mesazhe dhe të presësh, dhe pastaj ka diçka edhe më thellë, diçka që shkencëtarët e quajnë efekti i tokës së largët. Astronautët e Apollonit e përshkruan atë kur pan tokën nga hëna, një ndjenje papritur e brishtësisë, e vogëlsisë, e dashurisë për planetin e tyre. Edgar Mitchell, astronauti i Apollon 14, tha se kur pa tokën nga hapësira, ndjeu një epifani mistike, një ndjenjë të lidhjes me gjithçka. Kjo ndjenjë ka emër, quhet efekti i perspektivës së largët, ose në anglisht overview effect. Por çfarë ndodh kur toka nuk është më një pikë ndriçme në qiell, por është aq larg sa nuk mund ta shohësh me sy të lirë? Çfarë ndodh me psikologjinë njerëzore kur planeti yt i origjinës bëhet i padukshëm? Kjo është territori i pashkelur, dhe NASA e di se është territori i pashkelur. Prandaj po investon miliona dollar në studimin e tij. Por le të kthehemi te plani.
sepse plani nuk fillon me njerëzit, fion shumë para tyre. Sipas dokumenteve të NASA-s dhe analizave të ekspertëve si Robert Zubrin, inxhinieri dhe autori i librit The Case for Mars, botuar në vitin 1997 dhe ribotuar me shtesa deri në vitin 2017, plani ka disa faza të qarta dhe të dokumentuara. Faza e parë ka filluar tashmë. Robotët janë atje. Curiosity, i lëshuar në vitin 2011, ka udhëtuar mbi 30 kilometra në sipërfaqen e Marsit dhe ka analizuar kimikisht qindra mostra shkëmbinjsh dhe dheu. Perseverance, i lëshuar në vitin 2020, ka bërë diçka historike. Ka prodhuar oksigjen nga atmosfera e Marsit duke përdorur një instrument të vogël të quajtur MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Kjo nuk ishte demonstrim simbolik, ishte prova e konceptit. Prova se mund të marrësh dioksid karboni nga atmosfera e Marsit dhe ta kthesh në oksigjen të frymshëm. Prova se kolonistët mund të prodhojnë ajrin e tyre. Ingenuity, helikopteri i vogël që udhtoi me Perseverance, kreu fluturimin e parë të kontrolluar motorik në atmosferën e një planeti tjetër në prill të vitit 2021. Kjo ishte momenti i Kitty Hawk i Marsit, referenca ndaj fluturimit të parë të vëllezërve Wright në Kitty Hawk, Karolinën e Veriut, në dhjetor të vitit 1903. Dhe ashtu si fluturimi i parë i Wright hapi rrugën për aviacionin modern, fluturimi i Ingenuity hapi rrugën për dronët marsian, mjete që mund të eksploroheshin, të transportonin, të mbikëqyrnin. Faza e dytë, dërgjimi i infrastrukturës, është planifikuar të fillojë në vitet 2030. NASA dhe SpaceX kanë plane paralele, të ndryshme në detaje, por të ngjashme në logjik. SpaceX planifikon të dërgojë Starship E të parë të pabanuar në Mars në vitin 2026, nëse gjithçka shkon sipas planit, gjë që në hapësirë rrallë ndodh. Këto Starship do të mbajnë makinerinë e nevojshme për të filluar prodhimin e karburantit dhe nxjerrjen e ujit. Do të jenë si avangarda e një ushtrie, jo luftar, por logjistik. NASA nga ana e saj ka programin Artemis, i cili fillimisht ishte fokusuar në kthimin e njerëzve në hënë, por është projektuar si hap i ndërmjetëm drejt Marsit. Hëna do të shërbejë si bazë stërvitore, si vend testimi për teknologjitë që do të nevojiten në Mars. Nëse mund të mbijetosh dhe të punosh në hënë, me rrezatimin e saj, me temperaturën e saj ekstreme, me mungesën e atmosferës, atëherë Mars është hapi i ardhshëm logjik. Por këtu vjen pyetja që askush nuk dëshiron ta bëjë me zë të lartë. Kush do të shkojë? Jo kush është i aftë, jo kush është i trajnuar, por kush është i gatshëm të lërë gjithçka, familjen, miqt, planetin dhe të mos kthehet kurrë. Psikologët e NASA-s kanë identifikuar disa tipare të personalitetit që e bëjnë dikë kandidat ideal për misionet afatgjata. Toleranca e lartë ndaj ambiguitetit, aftësia për të jetuar me pasiguri pa u bllokuar. Stabiliteti emocional, jo mungesa e emocioneve, por aftësia për t'i menaxhuar ato. Aftësia e bashkëpunimit, sepse në një koloni të vogël, konfliktet mund të jenë vdekjeprurese. Dhe diçka që psikologët e quajnë orientim drejt qëllimit, aftësia për të gjetur kuptim dhe motivim në diçka më të madhe se vetja. Interesante është se këto tipare nuk janë tipike për heroizmin hollywoodian. Heroi i filmit është i guximshëm, impulsiv, individual. Kolonisti ideal i Marsit është i qetë, bashkëpunues, i orientuar drejt komunitetit. Është më shumë si një murg sesa si një luftar. Dhe ndoshta kjo është e duvura, sepse ndërtimi i një qytetërimi kërkon durim, jo heroizëm. Dhe tani, ndërsa kemi vendosur themelet e planit, fizikën e terraformimit, logjistikën e misionit, psikologjinë e kolonistëve, duhet të pyesim diçka edhe më thellë. Pse? Pse ta bëjmë këtë? Pse të shpenzojmë triliona dollar? Pse të sakrifikojmë jetë njerëzore? Pse të ndërtojmë një qytetërim në një planet të ftohtë, të thatë dhe të rrezikshëm, kur toka, me gjithë problemet e saj, është ende shtëpia jonë? Përgjigjja e NASA-s e formuluar me kujdes në dokumentet e saj zyrtare është pragmatike. Diversifikimi i rrezikut. Nëse gjithë njerëzimi jeton në një planet, atëherë çdo katastrofë planetare, një asteroid i madh, një pandemi globale, një luftë bërthamore, mund të fshijë specien tonë. Nëse kemi 2 planete, shanset e mbijetesës dyfishohen.
Kjo është logjika e sigurimit. E njëjta logjik që të bën të mos mbash të gjitha kursimet e tua në një bank. Por ka edhe diçka tjetër, diçka që shkencëtarët e thonë me zë më të ulët, por që është ndoshta arsyeja e vërtet. Njerëzimi është specie eksplorimi. Gjatë gjithë historisë son kemi lvizur, nga Afrika drejt Azis, nga Azia drejt Europës dhe Amerikave, nga kontinentet drejt ishujve. Çdo herë që kemi arritur kufirin e njohur, kemi pyetur, çfarë është për tej? Dhe çdo herë kemi gjetur rrugën. Marsi nuk është destinacioni final, është hapi i ardhshëm dhe plani sekret i NASA-s, nëse mund ta quajmë sekret diçka që është dokumentuar, publikuar dhe diskutuar nga shkencëtarët, edhe nëse jo nga politikanët, është thjesht shprehja më e fundit e kësaj natyre njerëzore. Por para se të filozofojmë, duhet të kuptojmë edhe një problem tjetër, ndoshta problemi më i madh teknik i të gjithëve. Problemi që bën të gjitha planetet tjera të duken të thjeshta. Problemi i fushës magnetike. Toka ka një fushë magnetike të fuqishme e gjeneruar nga bërthama e saj e lëngshme prej hekuri dhe nikeli, e cila rrotullohet dhe krijon një fushë elektromagnetike që shtrihet mijëra kilometra në hapësirë. Kjo fushë deflekton rrezatimin solar dhe kozmik, e kthen atë si një mburojë e padukshme. Pak të mburojë, jeta në sipërfaqen e tokës do të ishte e pamundur. Marsi dikur kishte një fushë magnetike të ngjashme. Shkencëtarët e dinë këtë sepse kanë gjetur gjurmë të saj në shkëmbinjtë vjetër marsian, modele magnetike të ngrira në gur, si gjurmë gishtash të një planeti të vdekur. Por rreth 3 miliardë 500 milion vjet më parë, bërthama e Marsit u ftoh dhe u ngurtësua. Fusha magnetike u shua. Dhe pa mburojën e saj, dielli filloi të gërri atmosferën e Marsit, ta frunte dalë nga dalë në hapësirë molekul pas molekule për miliarda vjet. Kjo është arsyeja pse Marsi sot ka atmosferë aq të hollë. Kjo është arsyeja pse është i thatë. Kjo është arsyeja pse është i vdekur. Pra, edhe nëse terraformojmë Marsin, edhe nëse ngrojim planetin, shkrijmë akullin, krijojmë oqeane dhe atmosferë, pa fushë magnetike, dielli do ta gërri sërish. Brenda disa milion vjetësh, Marsi do të kthehej në shkretirën e kuqe që është sot. Si e zgjidh NASA këtë problem? Kjo është ajo ku shkenca bëhet vërtet e mahnitse, dhe kjo është ajo ku do të vazhdojmë. Dhe shkenca, kur bëhet vërtet e mahnitse, nuk të jep përgjigje të thjeshta. Të jep zgjidhje që janë aq të guximshme, aq të papritura, sa fillimisht të duken si shaka, por nuk janë shaka. Janë propozime serioze, të llogaritura, të mbështetura nga fizika dhe nga inxhinieria e shekullit 21. Problemi i fushës magnetike është ndoshta sfida më e madhe e terraformimit të Marsit, jo sepse nuk ka zgjidhje, por sepse zgjidhjet janë të një shkale që mendja njerëzore e ka vështirë ta kapë. Mendoje kështu. Toka ka një fushë magnetike sepse ka një bërtham të lëngshme, të nxehtë, të rrotulluar. Kjo bërtham është si një dinamo gjigante. Rrotullohet, gjeneron rrymë elektrike dhe rrymë elektrike gjeneron fushë magnetike. Ky proces quhet efekti dinamo dhe është i njëjti parim fizik që qëndron pas çdo gjeneratori elektrik që ke parë ndonjëherë. Vetëm se në rastin e Tokës, gjeneratori është i madh sa planeti vet dhe ka funksionuar pa ndërprerje për 4 miliardë 500 milion vjet. Marsi e humbi dinamon e tij. Bërthama u ftoh, u ngurtësua dhe fusha u shua. Nuk mund të rinisësh një bërtham planetare, të paktën jo me teknologjinë e sotme dhe ndoshta jo kurrë. Kjo është fizik termodinamike e thjeshtë, nxehtësia e humbur nuk kthehet vetë. Pra çfarë bën NASA? Përgjigja vjen nga një punim shkencor i publikuar në vitin 2018 në revistën shkencore të NASA-s Planetary Science Journal, nga një ekip i drejtuar nga fizikani Jim Green, i cili në atë kohë ishte drejtori i shkencës planetare i NASA-s, jo një teoricien i largët, por njeriu që drejtonte misionet reale. Propozimi i tij ishte kaq i thjeshtë sa ishte gjenial, dhe kaq i gjenial sa fillimisht dukej absurd. Mos u mund të rindërtosh fushën magnetike të Marsit, krijo një të re, nga jashtë. Ideja konkrete ishte kjo: vendos një mburojë magnetike artificiale në pikën L1 të sistemit Tok-Mars, ose më sakt, në pikën lagranziane midis diellit dhe Marsit, ku tërheqja gravitacionale e diellit dhe e Marsit balancohen. Kjo pikë quhet L1 dhe është rreth 1500 km nga Marsi në drejtim të diellit.
Çdo objekt i vendosur në këtë pikë qëndron atje në mënyrë relativisht të qëndrueshme, pa nevojë për karburant të vazhdueshëm. Nëse vendos atje një elektromagnet të fuqishëm, një unas të madhe superpërcjellëse në për të cilën rrjedh rrymë elektrike, ajo do të gjenerojë një fushë magnetike artificiale. Kjo fushë nuk do të jetë e Marsit, do të jetë para Marsit, si një mburojë e vendosur midis planetit dhe diellit. Rrezatimi solar do të godasë mburojën dhe do të deflektohet ashtu si uji deflektohet nga një çadër. Marsi do të qëndronte i mbrojtur prapas saj. Jim Green dhe ekipi i tij llogaritur se kjo mburojë, nëse do të funksiononte siç parashikohet, do të lejonte atmosferën e Marsit të rritet deri në gjysmën e presionit atmosferik të tokës brenda disa qindra vjetësh, sepse dielli nuk do ta gërrymë. Dhe me presion atmosferik më të lartë, temperatura do të rritet, akulli do të shkrihet, uji do të rrjedhë. Kjo nuk është fantashkencë, është fizik elektromagnetike e aplikuar në shkallë planetare. Teknologjia e superpërcjellshmërisë ekziston. E përdorim tashmë në akseleratorët e grimkave si CERN dhe në skaneret MRI të spitaleve. Duhet vetëm ta shkallëzojmë dhe ta dërgojmë atje. Dhe kur thua duhet vetëm, e di se kjo fsheh brenda saj dekada pune dhe triliona dollar investim. Por principi është i provuar. Tani ndalo për një moment dhe mendoje këtë nga një kënd tjetër. Sa njerëz kanë jetuar dhe vdekur në këtë planet pa ditur se planeti i tyre kishte një mburojë të padukshme? Sa gjenerata kanë kaluar në qiellin blu pa e ditur se ai qiell ekziston sepse një fushë magnetike e padukshme deflekton rrezatimin vdekjeprurës? Dhe tani, ne, kjo gjenerat, kjo specie e vogël e primatëve me tru të mdhenj, po planifikojmë të ndërtojmë një mburojë të tillë artificiale për një planet tjetër. Po planifikojmë të bëjmë me inxhinieri atë që natyra bëri me fizik planetare. Kjo nuk është vetëm ambicie, është diçka që nuk ka emër të mirë ende. Ndoshta mund ta quajmë maturim planetar. Momenti kur një specie kalon nga të qenit produkt i planetit të saj në të qenit arkitekt i planeteve të tjera. Por le të kthehemi te teza kryesore, sepse mburojat magnetike dhe terraformimi janë vetëm konteksti. Pyetja reale është, çfarë do të thotë të jesh njeriu i parë që shkel tokën e Marsit me dieni se nuk do të kthehesh kurrë? Dhe këtu duhet të bëjmë diçka që dokumentet teknike të NASA-s nuk e bëjnë. Duhet të ulemi me këtë pyetje dhe ta shikojmë drejt në sy. Imagjino ditën e nisjes, jo si sken filmi, pa muzikë dramatike, pa kamerat të ngadalta. Imagjinoje si do të ishte vërtet. Mëngjesi i fundit në tokë, kafja e fundit e bërë me ujë të tokës, frymëmarrja e fundit e ajrit të lirë, pa filtër, pa kostum. Dhe pastaj, ngjitja në raket, dhe pastaj lëshimi. Dhe pastaj, toka duke u bërë gjithnjë më e vogël në përdritaren e kapsulës, nga kontinent, në glob, në top blu, në pik, në asgjë. 6 muaj udhëtim. 6 muaj në një hapësirë sa një apartament i vogël me 5 ose 6 njerëz të tjerë, duke ngrënë ushqim të dehidratuar, duke bërë ushtrime mekanike, duke parë filma të vjetër, duke dërguar mesazhe shtëpisë dhe duke pritur 44 minuta për përgjigje. 6 muaj duke ditur se çdo kilometër që kalon, kthimi bëhet më i vështirë, më i shtrenjtë, më i pamundur. Dhe pastaj Marsi, i kuq, i madh, i frikshëm dhe i bukur njëkohësisht. Zbritja, toka e kuqe nën këmbë, qyli roz mbi kokë, dhe heshtja, sepse Marsi është pothuajse i heshtur. Atmosfera e tij e hollë nuk transmeton zë mirë, nuk ka erë që fryjë me zhurmë, nuk ka shiu, nuk ka zogj. Vetëm heshtja e madhe e një planeti që ka pritur miliarda vjet. Dhe ti je atje, dhe nuk do të kthehesh. Kjo është pyetja filozofike me të cilën NASA po lufton, jo publikisht, jo në konferencat e shtypit, por në dhoma të mbyllura me psikolog dhe etikist, dhe filozof. Dhe pyetja nuk është a është e mundur, pyetja është a është e drejtë, sepse këtu vjen kontrteza, dhe është e fuqishme, dhe duhet ta dëgjojmë me seriozitet. Ka filozof dhe etikist, njerëz si Charles Cockell nga Universiteti i Edinburghut, i cili ka shkruar gjerësisht mbi etikën e eksplorimit hapësinor, që argumentojnë se misionet pa kthim janë thellësisht problematike nga pikpamja etike.
Jo sepse njerëzit nuk mund të zgjedhin lirisht, por sepse zgjedhja nuk mund të jetë vërtet e lirë kur pasojat janë kaq të paktyeshme. Argumenti shkon kështu: kur nënshkruan një kontratë pune, mund të largohesh. Kur marton, mund të divorcohesh. Kur blen një shtëpi, mund ta shesësh. Pothuaj se çdo vendim i madh i jetës ka një rrugdalje, jo gjithmonë të lehtë, jo gjithmonë pa kosto, por ekziston. Vendimi për të shkuar në Mars pa kthim nuk ka rrugdalje. Është i paktyeshëm në kuptimin më absolut të fjalës. Dhe filozofia etike ka qenë gjithmonë e kujdesshme ndaj vendimeve të paktyeshme, sepse njeriu që merr vendimin sot nuk është i njëjti njeri që do të duhet të jetojë me pasojat nesër. Njeriu 30 vjeçar që aplikon për misionin e Marsit me entuziazëm dhe idealizëm nuk është i njëjti njeri që do të jetë 50 vjeçar në Mars, duke kujtuar familjen e tij, duke parë fëmijët e tij të rriten nëpërmjet videove me vonesë 44 minutash, duke ditur se nuk do t'i përqafoj kurrë. A ka e drejta njeriu 30 vjeçar të marrë vendime për njeriun 50 vjeçar që do të bëhet? Kjo nuk është pyetje retorike. Është pyetje e vërtet filozofike dhe nuk ka përgjigje të lehtë. NASA e di këtë, prandaj dokumentet e saj të brendshme flasin gjithnjë më shumë për konceptin e autonomisë koloniale, idenë se kolonia e Marsit duhet të ketë të drejtën të marrë vendime për veten e saj, duke përfshirë vendimin nëse do të ndërtojë kapacitetin e kthimit apo jo. Kjo është mënyra elegante e NASA-s për të thënë: ne nuk do t'i detyrojmë të qëndrojnë, por nuk do t'u garantojmë kthimin. Nëse ata dëshirojnë të kthehen dhe kanë mjetet, mirë. Nëse jo, kjo është zgjedhja e tyre. Por kjo logjik ka një problem. Mjetet e kthimit nuk do të jenë të disponueshme në fillim. Infrastruktura e prodhimit të karburantit do të marrë vite të ndërtohet. Dhe gjatë atyre viteve, kolonistat janë de facto të bllokuar, jo nga vendimi i NASA-s, por nga fizika dhe logjistika. Pra, autonomia koloniale është reale vetëm në teori. Në praktik, kolonistët e parë do të jenë të bllokuar pavarësisht nga çfarë thot kontrata. Dhe kjo na çon te sinteza, te pika ku teza dhe kontrteza takohen dhe prodhojnë diçka të re. Ndoshta pyetja e gabuar është: a është etike të dërgosh njerëz pa kthim? Ndoshta pyetja e duhur është: çfarë lloj njeriu zgjedh të shkojë dhe çfarë e bën atë zgjedhje të vlefshme? Historia njerëzore është plot me njerëz që kanë bërë zgjedhje të paktyeshme, jo nga ignoranca, por nga vetdia. Emigrantët e parë europian që u nisën drejt Amerikës në shekullin e 17 e dinin se shumica prej tyre nuk do të ktheheshin kurrë. Udhtimi ishte i rrezikshëm, i gjatë dhe kthimi ishte ekonomikisht i pamundur për shumicën. Por shkuan dhe ndërtuan. Dhe ajo që ndërtuan ndryshoi historinë e njerëzimit. Misionarët, eksploratorët, kolonizatorët dhe edhe kolonizimi ka historinë e tij të errët, të cilën nuk duhet ta injorojmë, por nëse e heqim kontekstin e pushtimit dhe e shikojmë vetëm aktin e lëvizjes drejt të panjohurës, shohim diçka konstante. Njerëzit gjithmonë kanë qenë të gatshëm të lënë shtëpinë për diçka që besojnë se ja vlen. Kolonistët e Marsit nuk do të jenë të ndryshëm. Do të jenë njerëz që besojnë, me të gjithë qenien e tyre, se ndërtimi i një qytetërimi të ri ja vlen çdo gjë që lën pas. Dhe ndoshta kjo besim, kjo aftësi për të vënë diçka mbi vetveten, është pikërisht ajo që e bën njeriu specie unike në këtë univers. Por le të mos mbetemi vetëm në filozofi, le të kthehemi te fizika, sepse ka edhe një dimension tjetër të problemit të fushës magnetike që shumica e njerëzve nuk e din, dhe që ndryshon gjithçka. Shkencëtarët kanë zbuluar diçka të habitshme në të dhënat e misionit Maven, sondës që ka studiuar atmosferën e Marsit që nga viti 2014. Marsi nuk ka fushë magnetike globale, por ka fusha magnetike lokale. Zona të vogla ku shkëmbinjtë vjetër të magnetizuar nga fusha e dikurshme ende mbajnë gjurmë të saj. Këto zona quhen anomali magnetike dhe janë të shpërndara nëpër sipërfaqen e Marsit si ishuj të vegjël mbrojtjeje. Dhe këtu vjen diçka e papritur. Shkencëtarët kanë vërejtur se në këto zona, atmosfera lokale është pak më e dendur. Mbrojtja, edhe e pjeshme, edhe e vogël, bën ndryshim. Kjo do të thotë se kolonistët e parë mund të zgjedhin vendodhjen e kolonisë së tyre jo vetëm bazuar në disponueshmërinë e ujit dhe rrezatimin solar, por edhe bazuar në praninë e anomalive magnetike lokale, duke gjetur zonat ku natyra vetë ka lënë pak mbrojtje. Kjo nuk zgjidh problemin e madh, por e bën të menaxhueshëm në afat të shkurtër.
Dhe në kolonizim, afati i shkurtër është gjithçka, sepse duhet të mbijetosh sot për të ndërtuar nesër. Tani imagjino këtë skenë. Është viti 1000-2045, ose ndoshta 1000-2050, sepse oraret hapësinore gjithmonë vonohen. Një grup prej 6 njerëzish, 2 inxhinier, 1 mjek, 1 gjeolog, 1 botanist, 1 psikolog, zbret nga starshipi i parë të banuar në sipërfaqen e Marsit. Kanë zgjedhur vendodhjen me kujdes, pranë ekuatorit ku temperaturat janë pak më të larta, mbi një anomali magnetike lokale, pranë depozitave të konfirmuara të akullit nëntoksor. Zbresin, vendosin këmbën e parë njerëzore në tokën marsiane. Dhe pastaj fillojnë të punojnë, sepse nuk kanë kohë për ceremoni. Çdo orë e humbur është energji e humbur, oksigjen i humbur, mundësi e humbur. Robotët kanë ndërtuar tashmë strukturat bazë, kupolla të mbrojtura nga rezatimi, sisteme fillestare të prodhimit të oksigjenit, rezervuar të parë të ujit të shkrirë. Por gjithçka është e brisht, e re, e patestuar në kushte reale. Dhe ata 6 njerëz, me gjithë trajnimin e tyre, me gjithë inteligjencën e tyre, me gjithë guximin e tyre, janë vetëm 6 njerëz në një planet të tërë. Janë si 6 qeliza të para të një organizmi që ende nuk ekziston. Janë fillimi i diçkaje që nuk ka emër ende. Çfarë ndjejnë? Kjo është pyetja që psikologët e NASA-s po studiojnë me obsesion. Dhe përgjigja, bazuar në simulimet dhe studimet e kryera deri tani, është e papritur. Shumica e njerëzve në situata të tilla ekstreme nuk ndjejnë frikë. Ndjejnë qartësi. Ndjejnë fokus. Ndjejnë diçka që mund ta quajmë qëllim absolut, kur gjithçka tjetër zhduket dhe mbetet vetëm detyra. Kjo nuk është romantizim, është neuroshkencë. Truri njerëzor, kur ballafaqohet me sfida ekzistenciale të vërteta, aktivizon sisteme të vjetra evolucionare, sisteme që janë zhvilluar gjatë milionave vjetësh të mbijetesës në savana afrikane, në tundra arktike, në dete të panjohura. Sisteme që thonë, fokusohu, bashkpuno, zgjidh. Sisteme që e bëjnë njeriun të funksionojë në mënyrë të jashtëzakonshme, pikërisht kur gjithçka është në rrezik. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse NASA beson se kolonistët do të mbijetojnë jo vetëm fizikisht, por psikologjikisht. Jo sepse janë superheronj, por sepse janë njerëz dhe njerëzit janë ndërtuar për të mbijetuar në kushte të vështira. Por mbijetesa fizike dhe psikologjike nuk janë të vetmet sfida, ka edhe sfidën biologjike. Dhe kjo është ndoshta ajo që diskutohet më pak publikisht, por që ka implikime të thella. Trupi njerëzor është evoluar për tokën, për graviteti e saj, për atmosferën e saj, për rrezatimin e saj të filtruar, për ritmet e saj ditore dhe stinore. Çdo sistem i trupit ton, nga kockat deri te sistemi imunitar, nga zemra deri te truri, është kalibruar për kushtet e tokës. Marsi ka gravitet 38% të tokës. Kjo do të thotë se trupi yt do të peshojë 38% të peshës normale. Kjo t'ingëllon si lajm i mirë, do të ndihesh i lehtë, do të lëvizësh me lehtësi. Por efektet afatgjata janë shqetësuese. Kockat humbasin densitet kur nuk janë në ngarkesë të plot gravitacionale. Muskujt dobësohen. Zemra, e cila është gjithashtu muskull, ndryshon formë dhe funksion. Sistemi vestibular, i cili kontrollon ekuilibrin, çorientohet. Astronautët e stacionit ndërkombëtar hapësinor, pas 6 muajsh në gravitet zero, kanë nevojë për muaj rehabilitimi kur kthehen. Kolonistët e Marsit do të jetojnë me gravitet të reduktuar jo 6 muaj, por vite, dekada, ndoshta gjithë jetën. Çfarë ndodh me trupin njerëzor pas 10 vjetësh në gravitetin e Marsit? Nuk e dim. Nuk kemi të dhëna. Askush nuk ka jetuar kur kaq gjatë jashtë gravitetit të tokës. Kjo është terra incognita biologjike, dhe NASA e di se është. Prandaj planete saj përfshijmë studime të vazhdueshme mjekësore të kolonistëve, jo vetëm për të kuptuar efektet, por edhe për të zhvilluar kundërmasa. Ushtrime specifike, suplemente, ndoshta teknologji të reja si kostume gravitacionale që simulojnë ngarkesën e tokës brenda strukturave të kolonisë. Por ka edhe diçka tjetër, diçka që shkencëtarët e quajnë me termin teknik adaptim evolucionar, por që në realitet është pyetja më e madhe e të gjithëve.
Nëse kolonistët e Marsit qëndrojnë atje për gjenerata, nëse fëmijët lindin atje dhe fëmijët e fëmijëve dhe kështu me radhë, çfarë do të ndodhë me specien njerëzore? A do të ndryshojë trupi njerëzor për t'u përshtatur me kushtet e Marsit? A do të zhvillohen pas qindra ose mijëra vjetësh njerëz marsian, biologjikisht të ndryshëm nga njerëzit e tokës? Kjo nuk është spekulim i çmendur, është biologjia evolucionare e aplikuar. Çdo specie ndryshon kur ndryshon mjedisi i saj. Njerëzit që jetuan për gjenerata në lartësi të mëdha, si tibetanët dhe andianët, kanë zhvilluar adaptacione biologjike specifike, kapacitet të shtuar të mushkrive, hemoglobin të modifikuar, sisteme kardiovaskulare të ndryshme. Këto ndryshime ndodhen brenda disa mijë vjetësh, një kohë e shkurtër në termat evolucionar. Njerëzit e Marsit, në gravitet të reduktuar, në rrezatim të ndryshëm, në kushte atmosferike të ndryshme, do të ndryshonin. Ndoshta do të bëheshin më të gjatë, sepse graviteti i reduktuar lejon kockat të rriten më shumë. Ndoshta do të zhvillonin sisteme imunitare të ndryshme, të adaptuara ndaj rrezatimit marsian. Ndoshta, pas mjaftueshëm gjeneratash, do të ishin aq të ndryshëm nga njerëzit e tokës sa të mund të quhen specie e re. Homo sapiens marsianus. Njeriu i urtë i Marsit. Kjo nuk është fantashkencë, është biologjia evolucionare e projektuar drejt të ardhmes. Dhe NASA e di se kjo është mundësi reale, dhe kjo e bën pyetjen etike edhe më komplekse. Sepse nëse dërgon njerëz në Mars dhe ata ndryshojnë biologjikisht, a ke të drejtë ta bësh këtë? A kanë fëmijët e lindur në Mars, të cilët nuk kanë zgjedhur asgjë, të drejtën të kthehen në tokë? A do të mund të kthehen biologjikisht? A do të mbijetojnë në graviteti e plot të tokës, nëse janë rritur me 38% të tij? Këto janë pyetje që filozofët dhe etikistët e NASA-s i diskutojnë me seriozitet dhe nuk kanë përgjigje, sepse nuk ka precedent. Nuk ka rast tjetër në historinë njerëzore ku kemi dërguar njerëz diku me dijeni se pasardhësit e tyre mund të bëhen specie e re. Por ndoshta ka precedent, vetëm se duhet ta shikojmë nga këndi i dur. Kur njerëzit e parë dullën nga Afrika rreth 120.000 vjet më parë, nuk e dinin se po ndryshonin. Nuk e dinin se pasardhësit e tyre do të zhvillonin lëkurë të bardha në veriun e Europës për të fitur vitaminën D nga dielli i dobët. Nuk e dinin se do të zhvillonin tolerancë ndaj laktozës, aftësinë për të tretur qumështin, sepse do të bëheshin barinj. Nuk e dinin se do të bëheshin biologjikisht pak të ndryshëm nga njëri tjetri. Por u bën, dhe megjithatë mbetën njerëz. Mbetëm specie e njëjtë, Homo sapiens, me gjithë diversitetin e tyre. Ndoshta kjo do të jetë edhe historia e njerëzve të Marsit, të ndryshëm, por të njëjtë. Marsian, por njerëz. Dhe tani, ndërsa kemi shtruar të gjitha këto shtresa, fizikën e terraformimit, inxhinierinë e mburojave magnetike, etikën e misioneve pa kthim, biologjinë e adaptimit njerëzor, duhet të pyesim diçka që dokumentet teknike nuk e pyesin kurrë. Sa njerëz do të duhen për të ndërtuar një qytetërim? Kjo nuk është pyetje retorike, është pyetje demografike dhe gjenetike me përgjigje të saktë shkencore, dhe përgjigja është e papritur. Gjenetistët kanë llogaritur se për të mbajtur diversitetin gjenetik të mjaftueshëm, për të shmangur problemet e inbreedingut dhe të humbjes gjenetike, një koloni njerëzore ka nevojë për të paktën 1500 individ. Kjo është numri minimal i quajtur popullata minimale e qëndrueshme evolucionare. Nën këtë numër, kolonia rrezikon degenerimin gjenetik brenda disa gjeneratash. 1500 njerëz. Kjo do të thotë 1500 bileta pa kthim. 1500 njerëz që lënë tokën, familjet e tyre, gjithçka që njohin dhe shkojnë të ndërtojnë diçka të re. Dhe kjo është ajo ku plani i NASA-s bëhet vërtet i mahnitshëm dhe vërtet i frikshëm njëkohësisht. Sepse NASA nuk po planifikon të dërgojë 1500 njerëz me njëherë. Po planifikon të dërgojë grupe të vogla, 6, 12, 20 njerëz çdo 2 vjet, kur planetet janë të rreshtuar. Dhe çdo grup do të shtojë numrin e kolonisë, do të sjellë aftësi të reja, do të forcojë infrastrukturën. Por kjo do të marrë dekada, ndoshta gjysmë shekulli. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, kolonisët e parë do të plaken, do të smuren, do të vdesin, jo nga aksidente dramatike, por nga sëmundjet e zakonshme të plakjes,
të përshpejtuara ndoshta nga rezatimi dhe graviteti i reduktuar. Dhe do të lindin fëmijë. Fëmijët e parë marsian, të lindur në qiellin roz, pa e njohur kur tokën. Çfarë do t'u tregojnë prindrit atyre fëmijëve? Çfarë do të thotë ti jesh marsian? Çfarë do të thotë të kesh një planet origjine që nuk e ke parë kurrë, që e njeh vetëm nga fotografitë dhe historitë? Kjo është pyetja identitare e gjeneratës së dytë, dhe është ndoshta pyetja më njerëzore e të gjithëve. Sepse identiteti njerëzor është gjithmonë i lidhur me vendin, me tokën, me shtëpinë. Dhe fëmijët e Marsit do të kenë një shtëpi krejtësisht të re, një shtëpi që askush tjetër nuk e ka njohur kurrë. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e mahniqme e të gjithë planit sekret të NASA-s. Jo teknologjia, jo fizika, jo inxhinieria, por fakti se po planifikojmë të krijojmë njerëz të rinj, njerëz me identitet të ri, me histori të re, me shtëpi të re. Po planifikojmë të zgjerojmë kuptimin e fjalës njerëzor. Dhe kjo ndoshta është arsyeja e vërtet pse plani ekziston. Jo sepse toka është në rrezik, edhe pse është. Jo sepse kemi nevojë për burime, edhe pse mund të kemi, por sepse njerëzimi ka gjithmonë nevojë për horizont, ka gjithmonë nevojë për diçka përtej, ka gjithmonë nevojë për pyetjen, çfarë është atje? Dhe Marsi është atje. I kuq, i ftohtë, i heshtur, i bukur, duke pritur. Dhe Marsi është atje, i kuq, i ftohtë, i heshtur, i bukur, duke pritur. Por pritja nuk është pasive. Ndërsa ne filozofojmë, ndërsa ne pyesim dhe debatojmë, shkenca nuk ndalet. Laboratorët nuk flenë, dhe disa nga eksperimentet më të mahniqme të historisë njerëzore po kryhen pikërisht tani, jo në Mars, por këtu, në tokë, për të zgjidhur probleme që do të vendosin nëse kolonia do të jetojë ose do të vdes. Le të fillojmë me një eksperiment specifik, një eksperiment që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1993, në laboratorët e Institutit të Teknologjisë së Massachusettsit, një fizikist i ri i quajtur David Criswell po punonte mbi një problem që dukej i pamundur. Si mund të krijohet një fushë magnetike artificiale mjaftueshme për të mbrojtur një planet? Jo një anije hapësinore, jo një stacion, një planet i tërë. Llogaritjet e tij fillestare treguan se energjia e nevojshme do të ishte e barabartë me prodhimin total energjetik të tokës për disa vjet, e pamundur me teknologjinë e asaj kohe. Por Criswell nuk u ndal. Ai ndryshoi pyetjen. Në vend që të pyeste si mund të mbrosh të gjithë planetin, pyeti si mund të mbrosh vetëm pjesën ku jetojnë njerëzit. Dhe kjo ndryshim i vogël i pyetjes hapi një botë të tërë mundësish. Sot, 30 vjet më vonë, ideja e Criswellit ka evoluar në atë që shkencëtarët e NASA-s e quajnë mburoja magnetike artificiale e Marsit. Një propozim konkret, i dokumentuar, i prezantuar në konferencën e NASA-s Planetary Science Vision 2050 në vitin 2017. Propozimi, i paraqitur nga Jim Green, ish drejtori i divizionit të shkencave planetare të NASA-s dhe ekipi i tij, sugjeron diçka të thjeshtë në konceptin e saj, por të mahniqme në implikacionet e saj. Vendos një objekt të madh magnetik në pikën Lagrange, njësi midis Marsit dhe Diellit, pikën ku graviteti i Marsit dhe graviteti i Diellit balancohen duke krijuar një pozicion të qëndrueshëm orbital. Ky objekt do të gjeneronte një fushë magnetike artificiale, jo aq të fuqishme sa ajo e tokës, por të mjaftueshme për të deflektuar erën diellore. Dhe nëse era diellore deflektohet, atmosfera e Marsit ndalon të gërrjet. Dhe nëse atmosfera ndalon të gërrjet, mund të fillojë të ndërtohet. Simulimet kompjuterike të ekipit të Greenit treguan se brenda disa dekadave pas vendosjes së kësaj mburoje, temperatura mesatare e Marsit do të rritej me 4 gradë Celsius. Kjo tingëllon e vogël, por në termat planetar është revolucionare. Sepse 4 gradë janë të mjaftueshme për të filluar shkrirjen e kapakut polar jugor të Marsit, i cili përmban sasi të mëdha dioksidi karboni të ngrirë. Dhe kur ky dioksid karboni lirohet, efekti serë fillon.
Dhe kur efekti serë fillon, temperatura rritet edhe më shumë. Dhe kur temperatura rritet, akulli i ujit fillon të shkrihet. Dhe kur uji lirohet, atmosfera trashet. Dhe kur atmosfera trashet, presioni rritet. Dhe kur presioni rritet, njerëzit mund të ecin jashtë me kostume më të lehta, jo me kostume hapësinore të plota, por me kostume presioni dhe maska oksigjeni. Ky është zinxhiri i reagjimeve. Ky është efekti domino i terraformimit, dhe i gjithë zinxhiri fillon me një objekt të vetëm magnetik të vendosur në pikën e duhur në hapësirë. Por këtu vjen ajo që shkencëtarët e quajnë stranetca e të dhënave, çudia e të dhënave. Sepse kur ekipi i Greenit analizoi simulimet e tyre me kujdes, gjeti diçka të papritur, diçka që nuk e kishin parashikuar, diçka që i bëri të ndalojnë dhe të pyesin: a po shohim atë që mendojmë se po shohim? Simulimet treguan se fusha magnetike artificiale nuk do të mbrojë vetëm sipërfaqen e Marsit. Do të krijojë gjithashtu një zonë mbrojtëse të zgjeruar, një magnetosferë artificiale, që do të shtrihet disa herë diametrin e Marsit në hapësirë. Dhe kjo magnetosferë artificiale do të ndërveprojë me erën diellore në mënyra të papritura, duke krijuar fenomene si aurora artificiale, si val plazme, si struktura magnetike komplekse. Por gjëja e vërtetë e çuditshme ishte kjo: simulimet treguan se kjo magnetosferë artificiale do të kishte karakteristika shumë të ngjashme me magnetosferën e Jupiterit, jo të Tokës, por të Jupiterit. Dhe kjo ngjashmëri nuk ishte rastësishme. Ishte pasojë e fizikës themelore, e mënyrës se si fushat magnetike ndërveprojnë me erën diellore në distanca të ndryshme nga dielli. Dhe kjo na çon te diçka e mahnitshme, te ajo që unë do ta quaj simetria e fshehur e universit. Mendoni për këtë. Atomi i hidrogjenit, elementi më i thjeshtë me një proton dhe një elektron, ka një strukturë orbitale. Elektroni rrotullohet rreth protonit në orbita të caktuara, të lejuara nga mekanika kuantike. Këto orbita kanë forma specifike: sfera, topa, unaza, forma komplekse trepërmase. Dhe sistemi diellor, me planetet e tij që rrotullohen rreth diellit, ka gjithashtu orbita. Orbita eliptike, të rregulluara nga graviteti. Dhe nëse i vizatoni të dyja, orbitalet kuantike të atomit dhe orbitalet planetare të sistemit diellor, gjeni diçka të mahnitshme. Format janë të ngjashme, jo identike, por të ngjashme në mënyrë të habitshme. Kjo nuk është koincidencë. Kjo është pasojë e faktit se të dyja sistemet, atomi dhe sistemi diellor, janë sisteme me një forcë qendrore dhe objekte që rrotullohen rreth saj. Fizika e tyre themelore është analoge, dhe kjo analogji, kjo simetri midis mikromit dhe makros, shfaqet gjithmonë në natyrë. Spiralet e galaktikave dhe spiralet e guaskave të Nautilut, fraktalet e bregdeteve dhe fraktalet e bronkeve të mushkrive, rrjetet e neuroneve të trurit dhe rrjetet e galaktikave në univers. Çdo herë që shikojmë me kujdes, gjejmë të njëjtën strukturë, të njëjtën logjik, të shprehur në shkallë të ndryshme. Dhe kjo simetri nuk është vetëm estetike, është funksionale, është e dobishme, sepse do të thotë se nëse kuptojmë fizikën e një sistemi, mund të parashikojmë sjelljen e sistemit tjetër, edhe nëse janë të ndara nga miliarda vjet dritë ose nga miliarda herë ndryshim shkalle. Shkencëtarët e NASA se përdorin këtë parim çdo ditë. Kur studiojnë dinamikat e atmosferës së Jupiterit, mësojnë diçka për dinamikat e atmosferës që do të ndërtojnë në Mars. Kur studiojnë strukturën magnetike të Tokës, mësojnë diçka për mburojën magnetike artificiale që do të vendosin rreth Marsit. Kur studiojnë ekosisteme të vogla të izoluara, si liçenet nënledhinore të Antarktidës, si shpellat hidrotermal të thellësive të oqenit, mësojnë diçka për ekosisteme të vogla të izoluara që do të ndërtojnë në Mars. Mikro dhe makro, e vogla dhe e madhja, atomi dhe galaktika, qeliza dhe qytetërimi. Gjithmonë e njëjta logjik e shprehur në shkallë të ndryshme. Dhe kjo na sjell te eksperimenti i dytë, eksperimenti që ndoshta është më i rëndësishmi i të gjithëve dhe që po kryhet tani, në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë. Në vitin 2022, në laboratorët e Universitetit të Chicagos, një ekip i drejtuar nga geofizikistja Doris Breuer kreu një eksperiment të jashtëzakonshëm.
Ata morën mostra të shkëmbinjve marsian, meteorite marsiane të gjetur në Antarktid, të njohura si SNC meteorites, akronimi Shergotites, Nachlites dhe Chasignites, dhe i nënshtruan atyre kushte ekstreme, presionit e temperature, duke simuluar kushtet e brendshme të Marsit. Çfarë gjetën ishte e papritur. Shkëmbinjt marsian në presion dhe temperaturë të lartë treguan se bërthama e Marsit nuk është plotësisht e ngurtësuar siç besoi. Ka ende një shtresë të lëngshme, të hollë, rreth bërthamës së brendshme të ngurtë. Kjo shtresë e lëngshme nuk është e mjaftueshme për të gjeneruar një fushë magnetike të fuqishme, por ekziston. Dhe ekzistenca e saj do të thotë se Marsi nuk është plotësisht i vdekur gjeologjikisht. Ka ende ngjehtësi të brendshme, ka ende lëvizje, ka ende potencial. Dhe kjo gjetje ndryshoi llogaritjet e terraformimit, sepse nëse bërthama e Marsit ka ende ngjehtësi, atëherë mund të jetë e mundur, teorikisht, ta ringjallësh, ta ngrohesh, ta aktivizosh, të gjenerosh sërish një fushë magnetike natyrore. Si? Kjo është ajo ku shkenca bëhet vërtet spekuluese, por spekulimi bazuar në fizikë të vërtetë. Disa shkencëtar propozojnë bombardimin e bërthamës së Marsit me energji elektromagnetike të frekuencave specifike, duke e ngrohur nga brenda, duke e aktivizuar konveksionin e lëngut të mbetur. Të tjerë propozojnë impaktet e kontrolluara të asteroidëve, duke shtuar energji kinetike dhe material të ri në brendësi të planetit. Të tjerë akoma propozojnë teknologji të ardhshme që ne nuk i kemi ende, teknologji që mund të manipulojnë fushat magnetike planetare drejt për drejt. Asnjë nga këto nuk është e mundur sot, por asnjë nuk është e pamundur fizikisht. Dhe kjo është dalimi i rëndësishëm, dalimi midis të pamundurës dhe të vështirës. Por le të kthehemi te çudia e të dhënave, te ajo stranetca që ekipi i Greenit gjeti në simulimet e tyre. Sepse ajo çudi nuk ishte vetëm estetike, ishte shenjë e diçkaje më të thellë, diçkaje që mbetet e pasgjidhur edhe sot. Kur simulimet treguan se magnetosfera artificiale e Marsit do të ngjante me atë të Jupiterit, shkencëtarët pyetën: pse? Pse dy sisteme kaq të ndryshme, Jupiteri me magnetosferën e tij natyrore, gjigante, të gjeneruar nga bërthama e tij e lëngshme metalike hidrogjeni, me Marsi me magnetosferën e tij artificiale, të vogël, të gjeneruar nga një objekt i vendosur nga njerëzit, do të kishin karakteristika kaq të ngjashme. Përgjigja, sipas fizikës, është se forma e magnetosferës nuk varet vetëm nga burimi i fushës magnetike, por edhe nga presioni i erës diellore dhe nga distanca nga dielli. Marsi dhe Jupiteri janë në distanca shumë të ndryshme nga dielli. Marsi është 1.4 njësi astronomike, Jupiteri është 5.2 njësi astronomike. Por presioni i erës diellore zvoglohet me katrorin e distancës, dhe kjo zvoglim krijon kushte ku magnetosfera artificiale e Marsit dhe magnetosfera natyrore e Jupiterit do të kishin presione të ngjashme të ekuilibrit. Kjo është fizika, kjo është matematika, kjo është e kuptueshme. Por çfarë mbetet e pakuptueshme, çfarë mbetet e pasgjidhur, është pyetja e fel. Pse ligjet e fizikës janë të tilla që krijojnë këto simetri? Pse universi është i organizuar në mënyrë që e njëjta logjik shfaqet në shkallë kaq të ndryshme? Pse atomi ngjason me sistemin diellor? Pse galaktika ngjason me ciklonin? Pse rrjeti i neuroneve ngjason me rrjetin e galaktikave? Kjo nuk është pyetje teknike, kjo është pyetje filozofike, dhe është pyetja që shkencëtarët e NASA-s, kur janë të sinqertë, thonë se nuk e kanë përgjigjen. Por le të mos humbasim veten në filozofi, jo ende, sepse ka probleme praktike që mbeten të pasgjidhura, dhe ato janë po aq të mahnitshme sa pyetjet filozofike. Problemi i parë i pasgjidhur është problemi i rrezatimit kozmik. Erën diellore, rrezatimin e gjeneruar nga dielli, mburoja magnetike artificiale mund ta deflektojë. Por rrezatimi kozmik, rrezatimi që vjen nga jashtë sistemit diellor, nga supernovat të largëta, nga bërthamat e galaktikave aktive, nga fenomene energjetike që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht, është shumë i vështirë për t'u bllokuar. Grincat e rrezatimit kozmik kanë energji kaq të lartë sa mund të depërtojnë nëpër çdo mburojë magnetike të arsyeshme. Mund të depërtojnë nëpër metra beton, mund të depërtojnë nëpër trupin njerëzor,
duke dëmtuar ADN, duke rritur rrezikun e kancerit, duke ndikuar në funksionimin e trurit. Astronautët e stacionit ndërkombëtar hapësinor marrin doza rezatimi rreth 50 herë më të larta se njerëzit në sipërfaqen e Tokës. Kolonistët e Marsit pa mburojen e plot magnetike të Tokës do të marrin doza edhe më të larta. Llogaritjet tregojnë se pas 3 vjetësh në Mars, një kolonist do të ketë marrë dozën maksimale të lejuar të rezatimit gjatë gjithë jetës, sipas standardeve aktuale të NASA-s. Kjo do të thotë se kolonistët do të jetojnë me rrezik të shtuar të kancerit, do të jetojnë me pasiguri biologjike. Do të jetojnë me dijeni se trupi i tyre po dëmtohet ngadalë në mënyrë të padukshme çdo ditë. Si e zgjidh NASA këtë problem? Kjo është ajo ku mbeten zgjidhje të mundshme, por jo të konfirmuara. Zgjidhja e parë është strukturore, ndërtimi i kolonive non-toksore. Nëse kolonistët jetojnë në sipërfaqen e Marsit, në disa metra dheu ose shkëmb, rezatimi kozmik reduktohet ndjeshëm. Marsi ka shpella natyrore, tubet e lavës, formacione shkëmbore, që mund të shërbejnë si stre natyrore. Dhe teknologjia e gërmimit, e zhvilluar për minierat dhe toktu në tokë, mund të adaptohet për Mars. Zgjidhja e dytë është biologjike, zhvillimi i ilaçeve ose trajtimeve që mbrojnë ADN nga dëmtimi i rezatimit. Kjo është fush aktive kërkimi, jo vetëm për Mars, por edhe për trajtimin e kancerit këtu në tokë. Disa baktere, si Deinococcus radiodurans, i njohur si bakteria më rezistente ndaj rezatimit e njohur, kanë mekanizma të jashtëzakonshëm riparimi të ADN-së. Shkencetarët po studiojnë nëse këto mekanizma mund të transferohen ose të mësohen nga qelizat njerëzore. Zgjidhja e tretë është gjenetike, dhe kjo është ajo që hap debatin më të madh etik. Disa shkencetarë propozojnë modifikimin gjenetik të kolonistëve ose të embrioneve të kolonistëve për të rritur rezistencën ndaj rezatimit. Kjo do të ishte forma e parë e modifikimit gjenetik njerëzor me qëllim adaptimi mjedisor. Kjo do të ishte hapi i parë drejt asaj që disa i quajnë transhumanizëm dhe disa i quajnë evolucioni drejtuar. NASA nuk e mbështet zyrtarisht këtë zgjidhje, por shkencetarët e saj e diskutojnë. Dhe fakti se e diskutojnë tregon se e konsiderojnë të mundshme dhe ndoshta të nevojshme. Problemi i dytë i pasgjidhur është problemi i ushqimit. Kolonistët duhet të hanë. Dhe transportimi i ushqimit nga toka, me koston e lëshimit hapësinor, me kohën e udhëtimit, me rrezikun e dështimit të misionit të furnizimit, nuk është i qëndrueshëm afatgjatë. Kolonia duhet të prodhojë ushqimin e vet. Kjo tingëllon e thjesht, nuk është. Bimet kanë nevojë për dritë, ujë, tokë dhe atmosferë. Marsi ka dritë diellore, më pak se toka sepse është më larg diellit, por të mjaftueshme. Ka ujë, të ngrirë, por të nxjerrshëm. Ka dioksid karboni, të mjaftueshëm për fotosintezë. Por nuk ka tokë biologjikisht aktive. Toka e Marsit, regoliti marsian, është sterile dhe toksike. Përmban perklorat, kripëra kimike që janë toksike për njerëzit dhe shumicën e bimëve. Shkencëtarët po punojnë në mënyra për të neutralizuar perkloratet dhe për të krijuar tokë artificiale biologjikisht aktive, duke shtuar baktere, kërpudha, lëndë organike. Kjo është bujësia e ardhshme e Marsit. Jo me traktor dhe ara të hapura, por me bioreaktore dhe serra të mbullura, me ekosisteme të miniaturizuara, të dizajnuara me kujdes. Eksperimentet e kryera në stacionin ndërkombëtar hapësinor kanë treguar se bimët mund të rriten në gravitet të reduktuar, marule, repk, lulezinja. Astronauti Scott Kelly hëngri marule të rritur në hapësirë. Ishte hera e parë që njeriu hëngri ushqim të rritur jashtë tokës. Kjo ishte moment historik, edhe nëse duke i vogël. Por rritja e marules në stacionin hapësinor dhe ushqimi i 1500 njerëzve në Mars janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Shkalla e problemit është e ndryshme, kompleksiteti është i ndryshëm dhe marzhi i gabimit është i ndryshëm. Sepse nëse sistemi i ushqimit dështon në stacionin hapësinor, mund të dërgosh furnizime nga toka brenda ditësh. Nëse dështon në Mars, kolonistët kanë muaj para se furnizimi të arrijë, nëse arrin fare. Kjo është arsyeja pse NASA po investon në teknologjinë e printimit tredimensional të ushqimit. Teknologji që mund të prodhojë ushqim nga lëndë parbazike duke kombinuar proteina, karbohidrate dhe yndyrna në forma dhe shije të ndryshme. Kjo është arsyeja pse po investon në kultivimin e algave dhe kërpudhave, organizma që mund të rriten shpejt me pak burime dhe që ofrojnë vlera të larta ushqyese.
Kjo është arsyeja pse po investon në fermentimin e avancuar, teknologjitë e lashta të rishpikura me mjete moderne. Dhe këtu shfaqet sërish simetria e mahnitshme midis mikros dhe makros, sepse zgjidhjet që po zhvillohen për ushqimin e kolonistëve të Marsit janë të njëjtat zgjidhje që po zhvillohen për ushqimin e njerëzimit të tokës, ndërsa popullsia rritet, ndërsa burimet natyrore zvoglohen, ndërsa klima ndryshon. Bujqësia vertikale, printimi i ushqimit, kultivimi i algave, fermentimi i avancuar. Të gjitha këto teknologji janë zhvilluar njëkohësisht për dy probleme të ndryshme, në dy shkallë të ndryshme, dhe zgjidhjet janë të njëjta. Mikro dhe makro. Kolonia e vogël marsiane dhe qytetërimi i madh toksor. E njëjta logjik, e njëjta zgjidhje, e njëjta fizik. Problemi i treti pas zgjidhur, dhe ndoshta më i vështiri nga të gjithë, është problemi i energjisë. Çdo gjë në koloninë marsiane kërkon energji. Ngrohja e strukturave, ndriçimi i serave, funksionimi i makinerive, prodhimi i oksigjenit, nxjerrja e ujit, komunikimi me tokën. Çdo aspekt i jetës koloniale kërkon energji, dhe energjia duhet të prodhohet atje sepse nuk mund të transportohet nga toka. Panelet diellore janë zgjidhja e parë dhe më e dukshme. Marsi merr rreth 56% të energjisë diellore që merr toka, sepse është më larg diellit. Kjo është e mjaftueshme për shumë aplikacione, por ka dy probleme. E para, stuhitë e pluhurit. Marsi ka stuhitë e pluhurit më të mëdha në sistemin diellor. Stuhitë që mund të mbullojnë të gjithë planetin për muaj me radhë duke bllokuar dritën diellore. Gjatë stuhisë së madhe të pluhurit të vitit 2018, roveri Opportunity, i cili funksiononte me energji diellore, humbi energjinë dhe nuk u ringjall kurrë. Kjo ishte fundi i një misioni 14 vjeçar. Për kolonistët njerëzor, humbja e energjisë gjatë një stuhie pluhurit nuk do të ishte fund misioni. Do të ishte fund jete. E dyta, natën. Marsi ka natë, 24 ore 37 minuta ditë, pothuajse identike me ditën e tokës. Por gjatë natës, panelet diellore nuk prodhojnë energji. Dhe gjatë dimrit polar, nata mund të zgjas muaj. Duhet sistem ruajtje energjie, bateri ose alternativa të tjera. Zgjidhja e dytë është energjia bërthamore. Reaktorët bërthamor të vegjël, të quajtur mikroreaktor ose reaktor modulare të vegjël, mund të prodhojnë energji të vazhdueshme pavarësisht nga stuhitë e pluhurit ose nata. NASA ka zhvilluar tashmë një reaktor të tillë, të quajtur Kilopower, i cili është testuar me sukses dhe mund të prodhojë 10 kW energji elektrike. Kjo është e mjaftueshme për të furnizuar disa shtëpi. Për të furnizuar një kolonin, do të nevojiten shumë reaktor të tillë ose reaktor më të mëdhenj. Energjia bërthamore ka stigmën e saj. Fjalën bërthamor e bën shumë njerëz nervoz. Por fizika është e qartë. Reaktorët bërthamor modern janë të sigurt, eficient dhe të besueshëm. Dhe në Mars, ku nuk ka popullsi civile rreth tyre, ku nuk ka mjedis biologjik të ndjeshëm që mund të dëmtohet nda një rrjedhje e vogël, ku alternativa është vdekja nga të ftohtit gjatë stuhisë së pluhurit, energjia bërthamore nuk është vetëm opsion. Është nevojë. Por edhe me energjinë bërthamore, mbetet pyetja e qëndrueshmërisë afatgjatë. Reaktorët kanë nevojë për karburant, uranium ose plutonium. Ky karburant duhet transportuar nga toka, të paktën fillimisht, dhe transportimi ka kosto dhe rrezik. Zgjidhja afatgjatë, zgjidhja që do ta bëjë koloninë vërtet të pavarur, është nxjerrja e karburantit bërthamor nga Marsi vet ose nga asteroidet e afërt. Marsi ka rezerva uranium, jo të mëdha, por ekzistuese. Dhe asteroidet e tipit M, asteroidet metalik, mund të përmbajnë sasi të mëdha të metaleve radioaktive. Kjo është ekonomia e ardhshme e sistemit diellor, dhe është ekonomi që NASA po e planifikon, edhe nëse nuk e thot me zë të lartë. Dhe tani, ndërsa kemi shtruar të gjitha këto probleme, rrezatimi, ushqimi, energjia, duhet të pyesim diçka që dokumentet teknike e shmangin me kujdes. Diçka që inxhinierët nuk e pyesin, por filozofët duhet ta pyesin. A kemi të drejtë ta bëjmë këtë? Jo në kuptimin etik të misioneve pa kthim, atë e kemi diskutuar. Por në kuptimin më të thellë, a kemi të drejtë të ndryshojmë një planet? A kemi të drejtë të terraformojmë Marsin, të ndryshojmë nga ajo që është në atë që ne duam të jetë? Kjo pyetje ka dy dimensione. E para është dimensioni i jetës. Nëse Marsi ka jetë, edhe nëse është jetë mikrobike,
edhe nëse është jetë e fshehur në sipërfaqe, në ujërat nëntoksore, në shpellat gjeotermale, atëherë terraformimi do ta shkatërronte atë jetë. Do të ndryshonte kushtet e mjedisit aq rëndësisht sa mikrobet marsiane, nëse ekzistojnë, nuk do të mbijetonin. Kjo do të ishte zhdukja e parë e qëllimshme e jetës jashtëtoksore. Kjo do të ishte gjenocidi i parë ndërplanetar, edhe nëse viktima janë vetëm baktere. A kemi të drejtë ta bëjmë këtë? Shkencëtarët janë të ndarë. Disa thonë se nëse jeta marsiane ekziston, duhet ta mbrojmë me çdo kosto, edhe nëse kjo do të thotë të mos terraformojmë kurrë. Të tjerë thonë se jeta njerëzore ka prioritet, se mbijetesa e spisis son justifikon sakrifikimin e jetës mikrobike. Të tjerë akoma thonë se pyetja është e rreme, se nëse jeta marsiane ekziston, ajo ka miliarda vjet evolucion pasaj dhe ndoshta është më rezistente se sa mendojmë. Por dimensioni i dytë është edhe më i thellë. Edhe nëse Marsi është plotësisht i vdekur, edhe nëse nuk ka asnjë mikrob, asnjë spore, asnjë gjurmë jete, a kemi të drejtë ta ndryshojmë? A ka vlera intrinsike një planet i vdekur? A ka vlera estetike, shkencore, filozofike, vlera që ne shkatërrojmë kur e terraformojmë? Marsi i sotëm është arkiv. Është arkiv e historisë së sistemit diellor, e proceseve gjeologjike, klimatike, magnetike që kanë ndodhur gjatë miliarda vjetësh. Çdo shtresë shkëmbi është faqe e kësaj arkive. Çdo formacion gjeologjik është kapitull. Dhe terraformimi do ta fshijë këtë arkiv. Do ta mbulojë me oqeane dhe atmosferë dhe jetë njerëzore, duke e bërë të palecueshme. A kemi të drejtë ta bëjmë këtë? A kemi të drejtë të fshijmë historinë e një planeti për të shkruar historinë tonë? Kjo nuk është pyetje me përgjigje të lehtë. Dhe NASA e di se nuk ka përgjigje të lehtë. Prandaj dokumentet e saj teknike e shmangin me kujdes, prandaj shkencëtarët e saj flasin për terraformim si për diçka të largët, hipotetike, të ardhshme, jo si për diçka që do të ndodhë nesër. Por do të ndodhë. Nëse kolonia mbijetohet, nëse teknologjia zhvillohet, nëse vullneti politik dhe financiar mbetet, do të ndodhë. Dhe kur të ndodhë, do të jetë momenti më i madh i historisë njerëzore. Dhe ndoshta momenti më i diskutueshëm etikisht. Por le të kthehemi te çudia e të dhënave, te ajo stranetca që mbetet e pasgjidhur. Sepse ka diçka tjetër që simulimet e NASA-s treguan dhe që shkencëtarët nuk e kanë shpjeguar plotësisht. Kur modeluan terraformimin e plot të Marsit, kur simuluan një Mars me atmosferë të trash, me oqeane, me fushë magnetike artificiale, gjetën se klima e Marsit do të ishte e paqëndrueshme. Jo e paqëndrueshme në kuptimin e stuhive dhe motit të keq, por e paqëndrueshme në kuptimin e cikleve klimatike afatgjata. Marsi, me boshtin e tij të paqëndrueshëm të rrotullimit, i cili varion nga 0 deri në 60 gradë gjatë milionave vjetësh, ndryshe nga toka e cila stabilizohet nga hëna, do të kalonte nëpër cikle klimatike dramatike. Periudha ngrohje dhe ftohje, periudha me oqeane dhe periudha me akull, periudha me atmosferë të trash dhe periudha me atmosferë të hollë. Kjo do të thotë se terraformimi i Marsit nuk është projekt njëherësh, është projekt i vazhdueshëm, projekt që kërkon mirëmbajtje të përhershme, ndërhyrje të vazhdueshme, menaxhim aktiv të klimës planetare. Nuk mund ta terraformosh Marsin dhe pastaj ta lësh të funksionojë vetë. Duhet ta menaxhosh përgjithmonë. Kjo është diçka që nuk e kishim parashikuar. Kjo është diçka që ndryshon natyrën e projektit. Sepse do të thotë se njerëzit e Marsit nuk do të jenë vetëm kolonistë, do të jenë menaxher të planetit, do të jenë gardian të klimës marsiane, do të kenë përgjegjësi planetare, jo vetëm ndaj vetes dhe komunitetit të tyre, por ndaj planetit të tyre. Dhe kjo ndoshta është mësimi më i rëndësishëm që Marsi mund të na mësojë, jo për Marsin, por për tokën. Sepse edhe toka ka klimë që kërkon menaxhim. Edhe toka ka sisteme që janë të paqëndrueshme nëse nuk kujdesemi për to. Edhe toka ka nevojë për gardian, jo vetëm shfrytëzues. Dhe ndoshta kur të mësojmë të menaxhojmë klimën e Marsit, do të kemi mësuar diçka thelbësore për menaxhimin e klimës së tokës. Ndoshta Marsi nuk është vetëm destinacioni ynë i ardhshëm, është edhe mësuesi ynë i ardhshëm. Mikro dhe makro, planeti i vogël dhe planeti i madh. E njëjta logjik, e njëjta mësim, e njëjta përgjegjësi. Por ka edhe diçka tjetër,
diçka që shkencëtarët e quajnë problemi i koordinimit, veç është ndoshta sfida më njerëzore e të gjithëve. Kush vendos? Kush vendos si të terraformohet Marsi? Kush vendos nëse të terraformohet fare? Kush vendos si të menaxhohet klima marsiane? Kush vendos si të shpërndahen burimet e kolonisë? Kush vendos kush mund të emigrojë në Mars dhe kush jo? Këto janë pyetje politike, dhe politika është gjëja që shkencëtarët e urrejnë të diskutojnë, por që është e pashmangshme. Sepse çdo vendim teknik ka implikime politike. Çdo zgjedhje inxhinierike ka implikime shoqërore. Çdo plan i NASA-s ka implikime gjeopolitike. Kush zotëron Marsin? Traktati i hapësirës së jashtme i vitit 1967, dokumenti themelor i ligjit ndërkombëtar hapësinor, thot se asnjë shtet nuk mund të pretendojë sovranitet mbi trupat qiellor. Por traktati nuk parashikoi kompanitë private, nuk parashikoi SpaceX, nuk parashikoi mundësinë e kolonive private në Mars. Nëse SpaceX dërgon kolonistët e parë në Mars, nëse Elon Musk financon misionin, nëse kompania e tij ndërton infrastrukturën, kush zotëron koloninë? Kush zotëron burimet? Kush zotëron tokën? Kjo nuk është pyetje hipotetike, është pyetje ligjore dhe politike me implikime reale dhe nuk ka përgjigje të qartë. Ligji ndërkombëtar hapësinor është i vjetruar, i paqartë dhe i padispozicionuar për realitetin e kolonizimit privat. Dhe kjo paqartësi ligjore është ndoshta rreziku më i madh i të gjithëve, jo rrezatimi, jo ushqimi, jo energjia. Por mungesa e një kornize ligjore dhe politike që do të rregullojë si do të ndahet Marsi, si do të menaxhohet, si do të qeverisen kolonistët. Historia e tokës na ka mësuar se çfarë ndodh kur njerëzit zbulojnë territore të reja pa kornizë ligjore të qartë. Kolonializmi, shfrytëzimi, konflikti, lufta. Nuk ka asnjë garanci se historia e Marsit do të jetë ndryshe, nëse nuk ndërtojmë kornizën e duhur para se të shkojmë. Dhe kjo është ajo ku plani sekret i NASA-s, nëse mund ta quajmë sekret, ka boshllëkun e tij më të madh. Dokumentet teknike janë të detajuara, fizika është e qartë, inxhinieria është e planifikuar, por politika, qeverisja e kolonisë, ligji hapësinor, ndarja e burimet, mbetet e pasgjidhur, mbetet territori pa shkelur. Dhe ndoshta kjo është e duhura, sepse politika e Marsit duhet të zhvillohet nga njerëzit e Marsit, jo nga njerëzit e tokës. Ashtu si kolonitë amerikane zhvilluan kushtetutën e tyre, jo si kopje e kushtetutës britanike, por si diçka e re, e përshtatur me kushtet dhe nevojat e tyre, ndoshta kolonistët e Marsit do të zhvillojmë sistemin e tyre politik, diçka të re, diçka që ne nuk mund ta imagjinojmë ende. Dhe kjo ndoshta është gjëja më e mahniqme e të gjithë projektit. Jo teknologjia, jo fizika, jo inxhinieria, por fakti se po krijojmë kushtet për diçka krejtësisht të re, një qytetërim të ri, me vlera të reja, me institucione të reja, me identitet të ri. Po krijojmë kushtet për eksperimentin më të madh politik dhe shoqëror në historinë njerëzore. Dhe ky eksperiment do të fillojë me 6 njerëz, në kupola të vogla, në qiellin roz të Marsit, duke u përpjekur të mbijetojnë ditën e parë. Dhe nga ajo ditë e parë, nga ato 6 njerëz, mund të lindë diçka që ne nuk e kemi parë kurrë, diçka që nuk ka emër ende, diçka që do ta quajnë marsian, dhe do ta quajnë shtëpi. Tani jemi këtu, pikërisht tani, ndërsa dëgjon këtë zë, trupi yt po bën diçka të mahniqëm. Zemra jote po rrah me një ritëm të kalibruar nga miliarda vjet evolucion. Mushkëritë tua po thifin ajër me 21% oksigjen, një përqindje sakt e mbajtur nga ekuilibri delikat i atmosferës toksore. Koçkat e tua po mbajnë peshën e trupit tënd kundër gravitetit të tokës, 9.8 metra për sekond në katror, konstante, e besueshme, e njohur. Çdo sistem i trupit tënd është kalibruar për këtë planet, për këtë ajër, për këtë gravitet, për këtë fushë magnetike që të mbron nga rrezatimi kozmik ndërsa ti rri rehat dhe dëgjon. Dhe tani imagjino se gjithçka kjo ndryshon, jo gradualisht, jo me paralajmërim, por brenda minutave të para të zgjimit në një mëngjes të ri, mëngjes në qiellin roz të Marsit, ku dielli duket i vogël dhe i largët, ku ajri jashtë kupolës është i pafrumshëm, ku graviteti të bën të ndihesh çuditërisht i lehtë, si në ëndër, si në ujë.
Kjo është realiteti që kolonistët e parë do ta përjetojnë, dhe të dhënat, jo intuitën, jo imagjinatën, por të dhënat e vërteta shkencore, na tregojnë se ky realitet është shumë më kompleks, shumë më sfidues dhe shumë më i mahnitshëm se çfarë kemi menduar. E kuptoj saktësisht çfarë po mendoni tani. Ndoshta keni dëgjuar gjithë këta dhe keni një zë të brendshëm që thotë: "Kjo tingëllon si fantashkencë, tingëllon si filma, tingëllon si ëndra të mëdha pa bazë reale." Ndoshta keni dëgjuar për planet e Marsit dhe keni menduar: "Po, edhe unë kam dëgjuar këto gjëra, dhe asgjë nuk ka ndodhur." Vitet kalojnë, premtimet ripërtërihen dhe Marsi mbetet i kuq dhe i largët dhe i pabanuar. Ky skepticizëm është i shëndetshëm, është i nevojshëm dhe e meriton një përgjigje të ndershme, jo me entuziazëm propagandistik, por me të dhëna. Kështu që le të flasim për të dhënat, le të flasim për atë që dim me siguri, atë që dim me probabilitet të lartë dhe atë që nuk e dim fare. Sepse ndershmëria shkencore kërkon të bëjmë dalimin midis këtyre tre kategorive, dhe shumica e diskutimeve publike për Marsin nuk e bëjnë këtë dalim. Çfarë dim me siguri? Marsi ekziston, ka sipërfaqe të ngurtë, ka atmosferë, shumë të hollë, por ekzistuese. Ka ujë të ngrirë në polet, të fshehur në sipërfaqe, të ruajtur në minerale. Ka ditë 24 orë e 37 minuta, pothuajse identike me ditën toksore. Ka stinë, sepse ka boshtin e pjerrët të rrotullimit, si toka. Ka temperatura që variojnë nga -140 gradë Celsius në polet gjatë dimrit deri në +30 gradë Celsius në ekuator gjatë verës. Ka vulkane, të fikur, por monumentale. Olympus Mons, vulkani më i madh i sistemit diellor, është 25 kilometra i lartë, pothuajse 3 fishi i Everestit. Ka kanjone. Valles Marineris, sistemi më i madh i kanjoneve në sistemin diellor, është 4000 kilometra i gjatë, 700 kilometra i gjerë dhe 8 kilometra i thellë. Për krahasim, Grand Canyon është vetëm 450 kilometra i gjatë dhe 2 kilometra i thellë. Këto nuk janë spekulime, janë të dhëna të mbledhura nga 10 misionet robotike gjatë 60 vjetëve të fundit. Janë faktet e verifikuara, të ripërsëritura, të konfirmuara nga agjenci të shumta hapësinore nga vende të ndryshme. Çfarë dim me probabilitet të lartë? Marsi ka pasur okeane. Shkencëtarët kanë gjetur prova të shumta, formacione gjeologjike të krijuara nga uji, minerale që formohen vetëm në prani të ujit të lëngshëm, shtresa sedimentare identike me ato të formuara në fundin e okeaneve toksor. Modelet kompjuterike tregojnë se rreth 3 miliardë 500 milion vjet më parë, Marsi kishte okeane që mbulonin deri në 30% të sipërfaqes së tij. Kishte atmosferë të trash, kishte temperatura të moderuara. Kishte, me shumë probabilitet, kushtet e nevojshme për jetën. A kishte jetë? Kjo është pyetja e madhe, dhe është pyetja për të cilën nuk kemi ende përgjigje. Por probabiliteti nuk është zero, dhe kjo, në shkencë, është diçka shumë e rëndësishme. Çfarë nuk dim? Nëse Marsi ka jetë sot, edhe nëse është jetë mikrobike e fshehur nën sipërfaqe, në ujërat nën-toksore, në shpellat gjeotermale, nuk dim nëse trupi njerëzor mund të mbijetojë dhe të funksionojë normalisht për dekada në graviteti reduktuar të Marsit. Nuk dim nëse fëmijët e lindur në Mars do të jenë biologjikisht të shëndetshëm. Nuk dim nëse psikologjia njerëzore mund të përballojë izolimin e plot nga toka, jo për muaj, por për vite, dekada, gjithë jetën. Dhe kjo ndeshmëri, kjo pranimi kufive të njohurisë son, është pikërisht ajo që e dallon shkencën e vërtet nga fantashkenca. Shkenca e vërtet thot, ja çfarë dim, ja çfarë nuk dim, ja çfarë po bëjmë për ta zbuluar. Dhe NASA, me gjithë boshllëqet e saj komunikuese, me gjithë dokumentet e saj teknike të fshehura pas burokracisë, po bën pikërisht këtë. Por le të kthehemi te të dhënat, sepse ka të dhëna që kundërshtojnë intuitën tonë në mënyra të papritura. Të dhëna që na detyrojnë të rishikojmë supozime themelore, të dhëna që bëjmë planin e kolonizimit të Marsit të duket jo vetëm i mundshëm, por ndoshta i pashmangshëm. E para, kostoja e transportit hapësinor po bie me shpejtësi dramatike. Kur NASA dërgoi astronautët e Apollonit në Hën, kostoja e çdo kilogrami ngarkese të dërguar në hapësirë ishte rreth $54.000 në vlerën e sotme të dolarit.
Kjo ishte kostoja e teknologjisë së viteve 1960, raketave të njihshme të shkatërruara pas çdo lëshimi. Sot, SpaceX Falcon 9 dërgon ngarkesa në orbit me kosto rreth $2.700 për kilogram. Kjo është ulje prej 95% brenda 60 vjetëve. Dhe Starship, raketa e re e SpaceX e projektuar për misionet marsiane, synon të ulë këtë kosto në $100 për kilogram. Nëse arrihet ky objektiv, kostoja e dërgjimit të ngarkesave në Mars do të bëhet e krahasueshme me kostoja e transportit ajror ndërkontinental sot. Kjo nuk është premtim, është tendencë dokumentuar. Është kurbe të dhënave reale, e matur gjatë dekadave, e konfirmuar nga shumë kompani dhe agjenci. Dhe kjo tendencë nëse vazhdon, e bën kolonizimin e Marsit ekonomikisht të realizueshëm brenda disa dekadave. E dyta, teknologjia e prodhimit të burimeve në vend, ajo që inxhinierët e quajnë me akronimin ISRU, In Situ Resource Utilization, ka bërë përparime të jashtëzakonshme. MOXIE, instrumenti i vogël në bordin e Perseverance, prodhoi oksigjen nga atmosfera e Marsit për herë të parë në prill të vitit 2021. Prodhoi 6 gram oksigjen, sa mjafton për 10 minuta frymëmarrje njerëzore. Kjo tingëllon e vogël, por ishte prova e konceptit. Ishte demonstrimi se fizika funksionon. Se mund të marrësh dioksid karboni nga atmosfera marsiane dhe ta kthesh në oksigjen të frymëshëm, duke përdorur elektrolizë. Versioni i plot i MOXIE, i projektuar për misionet me njerëz, do të prodhojë oksigjen të mjaftueshëm për të mbajtur gjallë ekipazhin dhe për të prodhuar karburantin e nevojshëm për kthimin. Kjo do të thotë se kolonistët nuk do të kenë nevojë të sjellin oksigjenin nga toka, do ta prodhojnë vetë. Kjo do të thotë se çdo kilogram ngarkese i kursyer nga oksigjeni mund të përdoret për diçka tjetër: ushqim, pajisje mjekësore, rezervë emergjence. E treta, dhe kjo është ajo që kundërshton intuitën tonë më shumë se çdo gjë tjetër, rrezatimi në Mars nuk është aq vdekje prurës sa mendojmë. Kur njerëzit dëgjojnë për rrezatimin kozmik dhe solar në Mars, imagjinojnë diçka si rrezatimi i Çernobilit. Menjëherë vdekje prurës, i padukshëm, i pashmangshëm. Por të dhënat nga Curiosity, i cili ka një instrument të dedikuar për matjen e rrezatimit, të quajtur RAD, Radiation Assessment Detector, tregojnë diçka ndryshe. Doza mesatare e rrezatimit në sipërfaqen e Marsit është rreth 300 mikrosievert në ditë. Kjo është e lartë, rreth 100 herë më e lartë se doza mesatare ditore në sipërfaqen e Tokës, por nuk është menjëherë vdekje prurese. Për krahasim, astronautët e stacionit ndërkombëtar hapësinor marrin rreth 550 mikrosievert në ditë dhe jetojnë dhe punojnë atje për 6 muaj pa probleme akute. Rreziku i rrezatimit në Mars është kumulativ, rrit rrezikun e kancerit afatgjatë. Por ky rrezik mund të menaxhohet me mburojë fizike, shtresa dheu mbi kupola, mure të trasha dhe me mburojë magnetike artificiale. Dhe rreziku mund të pranohet, ashtu si pilotët e avionëve pranojnë rrezikun e shtuar të rrezatimit në lartësia, ashtu si radiologët pranojnë ekspozimin profesional. Kjo nuk do të thotë se rrezatimi nuk është problem. Është problem serioz. Por nuk është pengesë pakapërcyeshme, dhe të dhënat e Curiosity e konfirmojnë këta. Por ka të dhëna edhe më të papritura, të dhëna që kundërshtojnë jo vetëm intuitën tonë për Marsin, por intuitën tonë për natyrën njerëzore. Studimet e simulimeve marsiane, HISEAS në Hawaii, Mars 500 në Moskë, studimet e stacioneve antarktike si McMurdo dhe Concordia, kanë zbuluar diçka të papritur. Njerëzit në izolim ekstrem nuk shpërbëhen, nuk çmenden, nuk bëhen agresiv dhe të paparashikueshëm. Bëhen, në shumicën e rasteve, më të qetë, më të fokusuar, më të bashkëpunueshëm. Studimi Mars 500, simulimi më i gjatë i misionit marsian, i kryer në Moskë midis vitit 1210 dhe 1211, mbajti 6 njerëz të izoluar për 544 ditë, duke simuluar udhëtimin drejt Marsit, qëndrimin atje dhe kthimin. Rezultati? Ekipi funksionoi, kreu detyrat, mbajti marrëdhënie funksionale, nuk pati kriza psikologjike serioze, kishte probleme, lodhje, monotoni, çrregullime të gjumit, tensione të vogla ndërpersonale, por asgjë katastrofike. Asgjë që të sugjeronte se njerëzit nuk mund të mbijetojnë psikologjikisht një mision marsor.
Studimi i stacionit Concordia në Antarktid, ku ekipe prej 12 deri në 15 njerëzish kalojnë dimrin arktik të izoluar plotësisht pa mundësi evakuimi për 9 muaj, ka dhënë rezultate të ngjashme. Njerëzit mbijetojnë, njerëzit funksionojnë. Njerëzit madje raportojnë rritje të ndjenjes së qëllimit dhe kuptimit gjatë periudhave të izolimit. Kjo kundërshton narrativën popullore të izolimit si shkatërues. Kundërshton imazhin hollywoodian të astronautit që çmend dhe bëhet i rrezikshëm. Të dhënat tregojnë diçka ndryshe. Njerëzit janë shumë më rezistent se sa mendojmë. Por, dhe ky por është i rëndësishëm, rezistenca ka kufi. Dhe kufit nuk janë aty ku i presim. Problemi më i madh psikologjik i identifikuar në simulimet marsiane nuk është izolimi, nuk është mungesa e privatësisë, nuk është monotonia. Është diçka shumë më specifike dhe shumë më e vështirë për ta zgjidhur. Ndjenja e humbjes së kontrollit mbi fatin e vet. Kolonistët e Marsit do të jenë në shumë mënyra të varur. Të varur nga teknologjia. Nëse sistemi i prodhimit të oksigjenit dështon, vdesin brenda minutave. Të varur nga toka, për rezerva, për informacion, për mbështetje teknike. Të varur nga njëri tjetri, sepse në një koloni të vogël, çdo person është i pazëvendësueshëm. Kjo varësi, kjo ndjeshmëri ekzistenciale, është ajo që psikologët e NASA se identifikojnë si rrezikun kryesor psikologjik. Jo çmenduria, jo agresioni, por ndjenja e pafuqisë. Ndjenja se fati yt nuk është në duart e tua. Dhe zgjidhja, sipas të dhënave, nuk është teknologjike, është organizative. Kolonistët duhet të kenë autonomi reale, jo vetëm iluzionin e autonomisë. Duhet të kenë fuqi vendimarrëse reale mbi jetën e tyre dhe kolonisë. Duhet të ndjejnë se janë agent të fatit të tyre, jo pasagjer. Kjo ka implikime të thella për strukturën e kolonisë, vepërmarrëdhënien midis kolonisë dhe tokës. Nëse NASA, ose SpaceX, ose çdo entitet tjetër mendon se mund të kontrollojë kolonistët e Marsit nga toka, duke u dhënë urdhra dhe duke pritur zbatim, të dhënat tregojnë se kjo do të dështojë. Jo sepse kolonistët do të rebelohen, por sepse psikologjia njerëzore nuk funksionon kështu në stres ekstrem. Kolonistët e Marsit duhet të jenë të lirë, dhe kjo liri, kjo autonomi e nevojshme psikologjikisht, do të ketë pasoja politike dhe ligjore që askush nuk i ka zgjidhur ende. Dhe tani duhet të flasim për diçka që dokumentet teknike e shmangin me kujdes. Diçka që inxhinierët nuk e diskutojnë në konferenca, por që është ndoshta sfida më e madhe e të gjithëve. Duhet të flasim për atë që do të thotë të rishikosh gjithçka që ke besuar. Sepse kolonizimi i Marsit nuk kërkon vetëm teknologji të re, kërkon mendësi të re, kërkon rishikim të supozimeve themelore, supozimeve që janë aq të thella, aq të ngulitura, sa nuk i shohim si supozime, i shohim si fakte. Supozimi i parë që duhet rishikuar, ideja se toka është norma. Gjatë gjithë historisë njerëzore, toka ka qenë vetmja realitet. Graviteti i tokës, atmosfera e tokës, rrezatimi i filtruar i tokës, këto janë bazat mbi të cilat kemi ndërtuar gjithçka. Biologjinë tonë, arkitekturën tonë, ekonominë tonë, psikologjinë tonë, filozofinë tonë. Por toka nuk është norma universale. Është vetëm planeti ku ndodhi të evoluonim. Është vetëm konteksti i parë, jo i vetmi i mundshëm. Kolonistët e Marsit do të duhet ta rishikojnë këtë supozim çdo ditë. Do të duhet të ndërtojnë arkitekturë të projektuar për gravitetin e Marsit, jo kopje të arkitekturës toksore. Do të duhet të zhvillojnë bujqësi të projektuar për dritën e Marsit, jo kopje të bujqësisë toksore. Do të duhet të zhvillojnë mjekësi të projektuar për trupin njerëzor në kushtet e Marsit, jo kopje të mjekësisë toksore. Dhe kjo do të thotë se shumë nga njohuritë tona, njohuritë e akumuluara gjatë mijëra vjetësh qytetërimit toksor, do të jenë të papërdorshme ose të dëmshme në Mars. Dhe shumë gjëra që ne i konsiderojmë të pamundura ose të panatyrshme do të jenë të nevojshme dhe normale atje. Supozimi i dytë që duhet rishikuar, ideja se koha njerëzore është e njëjtë kudo. Dita marsiane, Sol siç e quajnë shkencëtarët, është 24 orë e 37 minuta. Kjo është pothuajse identike me ditën toksore, dhe kjo është fati jashtëzakonshëm, sepse do të thotë se ritmet biologjike njerëzore, ciklet cirkadiane, ritmet e gjumit dhe zgjimit, do të funksionojnë pothuajse normalisht në Mars.
por viti marsian është shumë i ndryshëm. Marsi ka nevojë për 593 ditë toksore ose 572 sol marsiane për të bërë një rrotullim të plot rreth diellit. Kjo do të thotë se stinat marsiane janë pothuajse 2 fishi i stinëve toksore. Dimri marsian zgjat 6 muaj toksor. Vera marsiane zgjat 6 muaj toksor. Dhe kjo ka implikime praktike. Bujësia marsiane do të duhet të planifikohet sipas vitit marsian, jo toksor. Ciklet e mirëmbajtjes së infrastrukturës do të duhet të kalibrohen sipas stinëve marsiane. Edhe psikologjia e kolonistëve do të ndikohet, sepse dimri marsian, me errësirën e tij të zgjatur dhe temperaturat ekstreme, do të jetë shumë më i vështirë se dimri toksor. Supozimi i tretë, dhe ky është ndoshta më i thelli, është ideja se njerëzimi është i unifikuar. Sot, me gjithë ndarjet tona politike, kulturore, gjuhësore, fetare, ne jemi ende të gjithë njerëz të tokës. Ndajmë të njëjtin planet, ndajmë të njëjtën atmosferë, ndajmë të njëjtat burime themelore, ndajmë të njëjtën historinë evolucionare. Por kur kolonistët e parë të vendosen në Mars, kur të fillojnë të ndërtojnë jetën e tyre atje, kur fëmijët e tyre të lindin atje, ku gjeneratat të kalojnë, njerëzimi do të ndahet, jo politikisht, jo kulturalisht, por gjeografikisht dhe me kalimin e kohës biologjikisht. Do të ketë njerëz të tokës dhe njerëz të Marsit, dhe intereset e tyre nuk do të jenë gjithmonë të njëjta. Burimet e tokës dhe burimet e Marsit nuk do të ndahen automatikisht. Teknologjia e zhvilluar në Mars mund të mos jetë e disponueshme lirisht për tokën, dhe anasjeltas. Historia na ka mësuar se çfarë ndodh kur 2 grupe njerëzish ndajnë origjinë të përbashkët, por zhvillojnë interesa të ndryshme. Ndonjëherë bashkëpunojnë, ndonjëherë konkurrojnë, ndonjëherë konfliktojnë. Dhe distanca, 22 minuta vonesë komunikimi, 6 deri në 9 muaj udhtim, do ta bëjë çdo konflikt shumë më të vështirë për t'u zgjidhur. Nuk mund të telefonosh dhe të negociosh kur çdo mesazh merr 44 minuta për të shkuar dhe ardhur. Nuk mund të dërgosh trupat kur udhtimi zgjat 9 muaj. Kjo do të thotë se marrëdhënia midis tokës dhe Marsit do të duhet të ndërtohet mbi besim dhe institucione, jo mbi kontroll dhe forcë. Dhe ndërtimi i besimit midis 2 planeteve, midis 2 qytetërimeve, midis 2 specieve potencialisht të ndryshme biologjikisht, kjo është sfida politike dhe diplomatike më e madhe që njerëzimi ka përballur ndonjëherë. Por le të kthehemi te të dhënat, sepse ka të dhëna që na tregojnë se kjo sfidë nuk është e pasgjithshme. Ka precedent. Jo të përsosur, jo të plot, por precedent. Traktati i Antarktidës, i nënshkruar në vitin 1959, ka menaxhuar me sukses një territor të largët dhe të vështirë për 15 vjet. Dimbjet vende fillestare, sot 54, kanë rënë dakord të trajtojnë Antarktidën si zonë të dedikuar shkencës, pa pretendime territoriale, pa aktivitet ushtarak, me bashkëpunim të lirë shkencor. Kjo nuk është utopi. Ka tensione, ka mosmarrveshje, ka interesa konkurruese, por ka funksionuar, dhe ka funksionuar sepse të gjithë palët kanë kuptuar se bashkëpunimi është më i dobishëm se konflikti në një mjedis kaq të vështirë. Marsi mund të ndjek të njëjtën logjik. Nëse ndërtojmë kornizën e duhur para se të shkojmë, nëse zhvillojmë traktatin e Marsit para se të dërgojmë kolonistët e parë, nëse vendosim rregullat e lojës para se loja të fillojë. Kjo është ajo që NASA po bën, jo publikisht, jo me fanfare, por me punë të qetë, diplomatike dhe ligjore. Konventa e Hagues mbi burimet hapësinore e zhvilluar midis vitit 1215 dhe 1222, ka filluar të ndërtojë kornizën ligjore për shfrytëzimin e burimeve hapësinore. Marrëveshjet Artemis, të nënshkruara nga 28 vende deri tani, kanë vendosur parime të bashkëpunimit hapësinor. Këto janë hapa të vegjël, por janë hapa të dokumentuar, të verifikueshëm, të vërtet. Dhe tendenca e tyre, tendenca e bashkëpunimit të ndërkombëtar hapësinor, është pozitive. Por ka diçka tjetër që të dhënat na tregojnë, diçka që kundërshton intuitën tonë në mënyrën më të thellë. Kur pyesim njerëzit nëse do të shkonin në Mars, nëse do të linin gjithçka dhe do të shkonin pa kthim, shumica thonë jo. Shumica thonë se nuk do ta bënin, shumica thonë se nuk ja vlen. Por kur pyesim njerëzit nëse duan që njerëzimi të kolonizojë Marsin,
Nëse duan që specia jonë të bëhet ndërplanetare, shumica thonë po. Shumica thonë se është e rëndësishme. Shumica thonë se duhet të ndodhë. Kjo është paradoksi i kolonizimit. Të gjithë duam që dikush tjetër ta bëj. Të gjithë duam që njerëzimi të shkojë, por jo ne personalisht. Të gjithë duam historinë e madhe, por jo sakrifikën personale. Dhe kjo nuk është është psikologji njerëzore normale. Është e njëjta psikologji që bëri që shumica e njerëzve të mos emigronin në Amerikën e Re, por disa emigruan. Shumica e njerëzve nuk u bashkuan me ekspeditate Shackletonit në Antarktid, por disa u bashkuan. Shumica e njerëzve nuk u bën astronaut, por disa u bën. Dhe ata pak, ata që zgjodhen aventurën mbi sigurinë, horizontin mbi shtëpinë, të panjohurën mbi të njohurën, janë ata që kanë ndryshuar historinë. Kolonistët e parë të Marsit do të jenë nga ata pak, dhe të dhënat tregojnë se ata pak ekzistojnë, se ka njerëz të gatshëm, të aftë, të motivuar. Aplikacionet për programin e astronautëve të NASA-s kanë arritur rekorde historike. 23.000 aplikant në vitin 1000 e 2016, divate fundit. Programi i SpaceX për misionet marsiane ka marrë interesim nga 10.000 njerëz. Nuk do të mungojnë vullnetar, do të mungojë teknologjia. Dhe teknologjia po zhvillohet. Dhe tani, ndërsa kemi shtruar të dhënat kundër intuitës, ndërsa kemi treguar se çfarë dim, çfarë nuk dim dhe çfarë duhet të rishikojmë, duhet të pyesim diçka edhe më thellë. Duhet të pyesim: pse na duket kaq e vështirë ta pranojmë? Pse kur dëgjojmë për kolonizimin e Marsit, reagimi i parë i shumicës prej nesh është skepticizëm, jo entuziazëm? Pse kur dëgjojmë për bileta pa kthim, reagimi i parë është tmerr, jo admirim? Përgjigja mendoj ka të bëjë me diçka shumë të thellë në psikologjinë njerëzore. Ka të bëjë me mënyrën se si e konceptojmë shtëpinë. Për gjithë historinë njerëzore, shtëpia ka qenë vend fizik. Vend ku mund të kthehesh. Vend ku ke rrënjë. Vend ku ke të kaluarën dhe të ardhmen. Shtëpia nuk është vetëm ndërtesë, është identitet, është kuptim, është lidhje. Dhe kolonistët e Marsit do të lënë shtëpinë. Jo për të gjetur shtëpi tjetër, por për të ndërtuar shtëpi tjetër. Nga zero. Në një vend ku asnjë njeri nuk ka jetuar kurrë, ku asnjë gjë nuk është e njohur, ku çdo gjë duhet të krijohet, jo vetëm fizikisht, por kulturalisht, psikologjikisht, shpirtërisht. Kjo është diçka që nuk kemi bërë kurrë si specie, të paktën jo me vetdije të plotë. Kur njerëzit e parë dolen nga Afrika, nuk e dinin se po ndërtojnë qytetrimet e reja. Kur kolonistët e parë europian shkuan në Amerikë, nuk e dinin saktësisht çfarë po ndërtojnë. Por kolonistët e Marsit do ta dinë. Do të shkojnë me vetdije të plotë se po ndërtojnë diçka të re, diçka që nuk ka ekzistuar kurrë. Dhe kjo vetdije, kjo qëllimsi, është ndoshta gjëja më e re dhe më e mahniqme e të gjithë projektit. Sepse gjatë gjithë historisë njerëzore, qytetërimet janë ndërtuar pa plan, janë rritur organikisht, kaotikisht, pa drejtim të qartë. Romakët nuk planifikuan perandorinë romake, ajo u rrit nga një qytet i vogël. Amerikanët nuk planifikuan të bëheshin superfuqi, ato u bën nga rrethana dhe zgjedhje të shumta. Por kolonistët e Marsit do të planifikojnë, do të kenë mundësinë dhe detyrimin të mendojnë para se të veprojnë, të vendosin vlerat e qytetërimit të tyre para se ta ndërtojnë, të zgjedhin institucionet e tyre para se t'i kenë nevojë, të projektojnë shoqërinë e tyre para se të jetojnë në të. Kjo është mundësi e jashtëzakonshme dhe barr e jashtëzakonshme, sepse nëse dështojnë, nëse zgjedhin keq, nëse ndërtojnë institucione të padrejta, nëse lejojnë pabarazinë dhe shfrytëzimin, nuk mund të fajsojnë historinë. Nuk mund të thonë se kështu ishte gjithmonë, sepse ata do të kenë zgjedhur. Dhe kjo na sjell te pyetja që dokumentet teknike nuk e bëjnë kurrë. Pyetja që inxhinierët e shmangin, që politikanët e injorojnë, që financuesit nuk e konsiderojnë relevante. Çfarë lloj njerëzish duam të jemi? Jo çfarë lloj teknologjie duam të kemi? Jo çfarë lloj rakete duam të ndërtojmë? Jo çfarë lloj atmosferë duam të krijojmë në Mars? Por çfarë lloj njerëzish? Çfarë lloj shoqërie, çfarë lloj vlera,
Çfarë lloj marrëdhënie midis njëri tjetrit dhe me planetin ton të ri? Kjo pyetje nuk ka përgjigje teknike, nuk ka formullë inxhinierike, nuk ka simulim kompjuterik. Ka vetëm zgjedhje njerëzore. Zgjedhje që do të bëhen nga njerëz të veçantë, në momente të veçanta, në presion të jashtëzakonshëm. Vendoshta kjo është arsyeja pse plani i NASA-s, me gjithë detajet e tij teknike, me gjithë dokumentet e tij të hollësishme, me gjithë fizikën dhe inxhinierin dhe psikologjinë e tij, mbetet në thelb i papërcaktuar. Sepse pjesa më e rëndësishme e planit nuk mund të planifikohet, mund vetëm të shpresohet. Mund të shpresohet se njerëzit që do të shkojnë do të jenë të mirë, jo të përsosur, por të mirë. Mund të shpresohet se do të zgjedhin bashkëpunimin mbi konfliktin, drejtësinë mbi shfrytëzimin, kurreshtjen mbi frikën. Mund të shpresohet se do të ndërtojnë diçka që ne, ata që mbetemi në tokë, do ta shikojmë me krenari dhe admirim. Por shpresa nuk është plan. Dhe kjo hapje, kjo pasiguri, kjo varësi nga natyra njerëzore, është ndoshta gjëja më e frikshme dhe njëkohësisht më e bukur e të gjithë projektit. Sepse nëse besojmë se njerëzit janë thelbësisht të mirë, nëse besojmë se kur u jepet mundësia njerëzit zgjedhin të ndërtojnë dhe jo të shkatërrojnë, atëherë kolonizimi i Marsit është shpreha më e lartë e kësaj besimi. Dhe nëse nuk besojmë, nëse mendojmë se njerëzit janë thelbësisht të korruptuar, thelbësisht të dhunshëm, thelbësisht të paaft për të ndërtuar diçka të mirë, atëherë kolonizimi i Marsit është vetëm eksportimi i problemeve tona në një planet tjetër. Kjo është pyetja filozofike në zemër të gjithë projektit, dhe është pyetja që shkenca nuk mund ta përgjigjet, sepse nuk është pyetje shkencore. Është pyetje njerëzore. Është pyetja më e vjetër dhe më e rëndësishme që kemi bërë ndonjëherë. Çfarë jemi ne? Dhe ndërsa qëndrojmë në pragun e kësaj pyetjeje, ndërsa shikojmë të vënat dhe intuitën, fizikën dhe filozofinë, teknologjinë dhe natyrën njerëzore, duhet të pranojmë diçka me ndershmëri të plotë. Nuk e dim nëse do të funksionojë. Nuk e dim nëse kolonistët e parë do të mbijetojnë. Nuk e dim nëse teknologjia do të funksionojë siç planifikohet. Nuk e dim nëse psikologjia njerëzore do të qëndrojnë në presionin e izolimit absolut. Nuk e dim nëse fëmijët e lindur në Mars do të jenë të shëndetshëm. Nuk e dim nëse qytetërimi marsian do të lulëzojë ose do të dështojë. Por e dim diçka tjetër. E dim se njerëzimi ka bërë gjëra të pamundura më parë. E dim se kemi kaluar oqeane me varka druri. E dim se kemi arritur polet e tokës. E dim se kemi vendosur këmbën në hën. E dim se kemi dërguar makina robotike në Mars dhe i kemi drejtuar nga toka, nga distanca e milionave kilometrave. E dim se kur vendosim të bëjmë diçka, kur vendosim me seriozitet, me burime, me vullnet, e bëjmë. Dhe vendimi është marrë. Dokumentet ekzistojnë, teknologjia po zhvillohet, njerëzit po trajnohen, raketa po ndërtohen. Plani, sekret ose jo, i plot ose jo, ekziston. Marsi nuk është ëndër.